Përshëndetje të nderuar dhe shikues, se erët në jashtëkombëtar jemi sërish së bashku çdo të hënë të martë njëjtë dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Siç edhe e kemi vendosur prej datës 28 shkurt në pjesën e parë të emisionit, fokusi do të jetë gjeopolitika. Kam të ftuar nga Izmiri kolegun Sokol Braja. Sokol, klasi që të kam, si gjithmonë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën edhe për mua është kënaqësi. Sokol, sot teksa po I hidhe një sy portaleve kryesore, gazetave kryesore në Turqi, ka një debat në lidhje me prezencën ose jo të presidentit Trump në summitin e NATO-s që zhvillohet në Korrik. Si qëndron e vërteta dhe pse mendon ky dyzim në raport me vizitën e tij? Por deri dje, me orën shqiptare, deri dje ka qenë që do vinte apo do vinte ka qenë një pikpyetje, edhe pse për Ankaran kjo pikpyetje ka qenë shumë e vogël, sepse ka marrë fjalën nga Trumpi që vitin e kaluar, por gjithsesi ka qenë pikpyetje. Por dje në orët e mëngjesit të Amerikës, zoti Marco Rubio tha që në summitin e ardhshëm, pra në 7-8 korrik, zoti Trump do të jetë mysafiri I presidentit Erdogan në summitin e NATO-s në Ankara. Pra tashmë e kemi zyrtarisht që zoti Trump do të vinë si mysafiri zotit Erdogan në sarajet e presidenciale të Ankaras, por normalisht duke ditur që Trumpi edhe mund të ndryshojë mendje, edhe mund të ndryshojë agjenderi atëhera, gjithsesi zyrtarisht e kemi që do të vinë. Por ama mund të jetë një gjë personale që mos më vinë, por me sa duket domethënë që samiti I NATO-s është një ndër më kryesorët dhe duke shtuar rendi që Turqia është aleati I dytë pra forca ushtarake e dyta në NATO dhe mos të jetë Trumpi në Ankara pra me 7-8 korrik, kjo normalisht le shumë për të dëshiruar apo për të domethënë teori konspiracionit I cili jo Amerika do dalin nga NATO, por nëse referohemi vetë burimeve të Pentagonit dhe të Shtëpisë së Bardhë, normalisht që Trumpi nuk do të tërhiqet nga NATO, as që bëhet fjalë, ka qenë thjesht domethënë një paparaci për të cilën kërkon Trumpi që të marrë sa më shumë para të anëtarëve të NATO-s për NATO në thojza. Dhe për këtë arsye ka qenë faktohi, por që të vinë në Ankara është gjëja më që më të më e logjikshme qoftë për Amerikën, por qoftë edhe vetë për NATO-n e cila zë shpijet apo themelues I NATO-s është Amerika dhe kësaj të shtohet edhe një plus tjetër që do të vinë në vendin më të afërt të Iranit, pra I cili Amerika dhe Izraeli janë në luftë zyrtare me njëra tjetrën, do të vinë vetëm thjesht një 300 kilometra larg kufirit kamësor të Turqisë me Iranit, dhe kjo është shumë domethënë edhe për vetë zotin Trump, edhe për Turqinë, dhe që tashmë që dje Turqia, pra I gjithë Ankaraja rendi nga ana ajrore, fushore, detare, nuk ka det Ankaraja, por në të gjitha aspektet është duke bërë atë kubene çelik të tamam domethënë mbi sarajet e zotit Erdogan, I cili janë një pallat presidencial super perfekt I kohëve të fundit dhe I bën tamam me dëshirën dhe me syrin dhe me shijen e zotit Erdogan, I cili do të presin domethënë deri tani do të jetë pritja më e madhe në atë pallat presidencial por nga vetë zoti Erdogan. Ndërkohë, pse ky dyzim, Sokol? Pse njëherë thuhet që do vi, pastaj pse ky dyzim? Ka shumë skenare dhe prapaskena për këtë dyzim, doja si e shikon ti arsyen kryesore? Po, ka biles edhe do të ketë, domethënë derisa Trump të zpresin në Ankara, pra do të ketë dyzime, dhe kjo është normale duke parë domethënë edhe gjeostrategjinë e Amerikës dhe të Turqisë për rajonin ku bëhet fjalë që një këmbë e madhe e fortë e cila është Izraeli, të cilën në të çdo prononcim zyrtar qoftë të kryeministrit Netanyahu, por edhe të ministrave të tij, pra shprehen që mos të ketë Amerika marrëdhënie me Ankaran dhe sidomos me presidentin Erdogan. Dhe nëse zoti Trump I vjen në ftesës dhe zotit Erdogan, atëherë kjo do të jetë një gjë e cila krijon atë dymsinë, pra siç pyetët ju, redi që Amerika po shkon në Turqi pra kundra Izraelit. Pra kjo është ajo pika kryesore, por nëse referohemi këtyre dyzimit domethënë mes marrëdhënieve personale zotit Erdogan dhe zotit Trump, atëherë
kjo duket e qartë që do të vijë sepse është i vetmi lider i antar i shteteve të NATO-s, pra Erdogani, i cili Trumpi që kur ka ardhur herën e dytë në pushtet, pra që gati një vit e gjysmë që u bërë më tani, ai ka fol vetëm fjalë të mira, pra është i deri fort, është më i miri, është më i fortë, ka filluar me domethënë të gjitha dhe prononcimet zyrtare në ditën e padijeshme nga Trumpi për Erdogan ishin të njëjta, dhe kjo tregon që do edhe ata dy hamenci që do vinë apo s'do vinë, në fakt pritet që të vinë e sigurt sepse edhe marrëdhëniet mes dy liderëve, i cilat Turqia domethënë ja ka plotësuar të gjitha dëshirat e Trumpit. Jo të gjitha. Këtë problemin me kurdët, sepse Izraeli ka qenë ai projekti që të përdoreshin kurdët dhe etni të tjera për të futur më pas me trupa në Iran. Këtë thuhet se Trumpi prej Erdoganit është tërhequr, nuk e di sa e vërtet është. Totalisht keni të drejtë, pra në thash me ato që nuk i përkasin shtetit turk në mënyrë jetike, gjitha të kërkesat tjera e ka plotësuar zoti Erdogan Trumpit, por normalisht kur bëhet fjalë për 1 centimetër tokë turke, kjo Turqi edhe pa lindë Erdogani, edhe pasi ka lindë Erdogani, edhe 50 vite më parë, domethënë nuk kanë pyetur Amerikën, nuk kanë pyetur NATO, as Bashkimin Sovjetik, domethënë si ka qenë një Bashkimi Sovjetik e të tjera, pra kur janë gjëra që nuk janë jetike për Turqinë, pra mes marrëdhënie reciproke mes dy shteteve, të gjitha kanë plotësuar me atë kuptimin e fjalës. Ama puna e kurdëve, puna e Kiprës, puna e Sirisë, puna e Iranit, normalisht Turqia është në një pozicion krejt tjetër sepse janë gjëra jetike përveç shtetin turk dhe për Republikën e Turqisë. Në atë aspekt keni totalisht të drejtë dhe faleminderit që më tërhoqet vëmendjen që edhe teleshikuesit tuaj mos ta keq kuptosh. Ndërkohë, Netanyahu po më thua Sokol është në një farë mënyre nuk e dëshiron këtë vizitë për shkak të pozicionit dhe rolit që merr Turqia në rajon. Do të sillja këtu një artikull të Daily Telegraph, domethënë artikull i gazetës famshme britanike dhe portalit famshëm, i cili thotë që Erdogan pas një të shtënë është bërë fitues i luftës në lindjen e mesme. Si e vlerëson këtë, nuk do merremi me artikullin, po do merremi me idenë që çfarë humbi dhe çfarë fitoi Turqia nga kjo luftë deri tani. A e bëri kjo dhe a e ktheu kjo Turqinë në një aktor të padiskutueshëm në lindjen e mesme? Në radhë të parë pa hidh asnjë plumb, domethënë kjo është shumë për të dëshiruar, ndoshta në mënyrën zyrtare nuk e ka hidhur plumbin Turqia, jo vetëm thjesht Erdogan 25 vitet e fundit, por ka 50 vite që për këtë ditë lufton Turqia dhe kjo ka qenë lufta në thojza me PKK-n, pra me Izraelin automatikisht. Në mënyrë në një background pas. E dyta, çka ka fituar Turqia? Se çfarë ka fituar Turqia, fitoret duken më vonë sepse nuk është një ndeshje futbollit, geostrategjia dhe politika, të duam kohë që ta kuptojmë çka kemi fituar. Por ama mund të them kështu, domethënë duke e stimuluar pak pyetjen tuaj në mënyrë pak më diplomatike, në fakt çfarë humbi Turqia me këtë është? Kjo është pyetja që mendoj unë që mund të jetë edhe pak më e saktë, e cila Turqia nuk humbi asnjë gjë, pra qoftë në Siri, qoftë në Irak, por edhe deri më tani, pra që 3 muaj e sa në Iran. Nuk ka humbur asnjë biles nga vetë oregësi i madh për të pushtuar, për të destabilizuar dhe për krime kundër njerëzimit që ka Izraeli, jo vetëm thjesht në Gaza, por tashmë muajin e fundit edhe në Liban, por edhe në të gjitha shtetet e Gjirit Persik. Kjo i jep një dorë më të fortë Turqisë, si të jetë si abi, domethënë si lali, si të jetë pak më jashtë, ama a do të realizohet kjo në vitet në vijim apo në vitet në vijim, kjo do ta shohim sepse tashmë të gjithë lindja, domethënë shtetet e Gjirit Persik dhe Gadishulli Arabik me së bashku edhe me Arabinë Saudite, po ashtu me shkuar deri në Egjipt e Jordani. Të gjitha ata e shohin për çdot, për mik, për të fortë, kanë pa vetëm Amerikën dhe kanë investuar miliarda euro Amerikë për të mbrojtur sigurisht kurse kjo lufta, pra bombardimet e Iranit si ndër përgjigje për Izraelin dhe Amerikën në ato shtetet e treguan që Irani është edhe më i fortë se sa të tjerët në rajon. Pra, dhe ajo mbështetje që kishin marrë të fortë në pashpinet ato shtetet e tjera,
u pa që nuk është aq reale, qoftë në ana e mbrojtjes, qoftë në ana e sulmeve, qoftë në ana e ekonomisë. Dhe kështu që Turqia tashmë ka një plan të vetin ku thuhet, pra paktën në informacionet të hapura rrethuar që këtu kemi Pakistanin, kemi edhe Egjiptin, të cilat të tre shtete janë në thojza me shumicë muslimane, pra janë shtete muslimane, dhe dy shtete kanë ushtri, njëna ka ushtrinë dytë në NATO, tjetra ka në Afrikë dhe në Azi është një ushtri shumë e konsiderueshme dhe e vlefshme siç është Egjipti, kurse Pakistani plus ka një ushtri, normalisht ai ka armisht shumë të fortë, realisht ka superfuqi që janë India, Kina, Rusia të fortë, gjithsesi është një shtet musliman që ka një arsenal nuklear dhe bashkimi i këtyre të trija ku paraja e vendeve arabe, pra të gjirit persik, po ashtu edhe të gadishut arabik. Nëse do të bëhen gjithë së bashku, pra ushtria, nuklearizmi, ekonomia do bëhen gjithë së bashku, atëhera, domethënë zoti timonit të kësaj, nëse bëhet duke fut edhe Iranin të merr, por normal që të bëhen fjalë për dekada me radhë, jo se të nesër apo të 5 vite më vonë. Atëhera timoni i kësaj do të jetë Turqia, duke i shtuar pra plus Turqisë edhe ish republikat turke, që quhen pra që kemi mbi 10 vetëm republikat e ish bashkimit sovjetik janë për shembull Kazakistani, Kazakistani, Turkmenistani, Azerbajxhani etj këto. Atëhera është ajo, por normalisht që kjo do në kohë, do në dekada, nëse do të shkojmë në atë formulim, në atë formacion të ri, të rendit të ri rajonal apo dhe global. Ndërkohë, Trump ka konfirmuar dje në një intervistë televizive që po është e vërtet që kam folur me Bibi Netanyahu dhe në një farë mënyre ka pranuar që nuk kam qenë i zemëruar me të, por diçka i shqetësuar në lidhje me veprimet e Bibit. Ndërkohë, po shkom tek ai që konsiderohet pas Iranit armiku më i madh i Izraelit. Pra, çfarë në raport me mbajtjen apo balancën e fuqive në lidhjen e mesme, ky hap ku e vendos Izraelin në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Turqinë në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Në që nëse e shohim raportet Tel Aviv, Washington apo Ankara, Washington, një duhet të ndajmë, domethënë se janë dy perspektiva krejt të ndryshme, janë dy formacione totalisht të ndryshme. Një e para, Izraeli është, domethënë vetë Amerika në lindjen e mesme. Pra nuk është aleati i Amerikës jo, por është vetë Amerika në lindje. Kurse Turqia është vetë Turqia, pra nuk është vetë Amerika, por është një ndër forcat më kryesore të ushtrisë së aleancës së NATO. Pra kemi dy dallime mes tyre, të cilat nuk mund të jash. Pra Amerika nuk thotë që unë po heq Izraelin po marr Turqinë apo po marr Turqinë dhe po heq Izraelin. Kjo është që duhet ta shohim domethënë nga vetë strategjia amerikane e cila i përket prej 8 dekadash dhe jo thjesht domethënë me Trump, sepse Trumpi është i ardhur dhe hiku, domethënë siç erdhi në 4 vjet hiku, pastaj erdhi prapë dhe tashmë nuk do të vijë më si president. Këtë duhet ta kuptojmë politika gjeostrategjike e Amerikës. Kurse nëse e shohim nga rajoni, atëhera me të vërtet që Izraelin të gjithë këtë kaos, Izraeli, pra për të kthyer pyetjes së parë tuaja në redi ku Trumpi ka debatuar me Benjamin Netanyahu, në fakt jo vetëm Trumpi, por të gjithë bashkëpresidentët amerikanë, por edhe shumë presidentët e Europës, kryeministra, ministra, ish presidentët të tjerë, thonë që me të vërtet që Izraeli e ka quar në atë degenerim, domethënë politikat humane të njerëzimit të ditës së sotme, saqë të përmendet emri yt me Izraelin apo me Benjamin Netanyahu apo me Tel Aviv, me vërtet jesim i qenë pjesëtar i krimeve më makabra që janë bërë ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Pra dhe automatikisht kjo ka ulur edhe vlerën, edhe pozitën, por edhe ata ëndrat amerikane të demokracisë, të lirisë, të tjera, i cili shkopi kryesor pra që përdor Amerika është Izraeli, dhe kjo me të vërtet që nëse shohim edhe nga politikat e mbrëmshme të Izraelit. Për shembull Herzogu, presidenti i Izraelit, tha javën e kaluar që ishte shumë interesante me të vërtet, pavarësisht se gjithë qeveria e tij me qindra dhe me mira general ushtarak të tjerë politikan kërkohen nga gjykatat ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit, ama do thotë presidenti i atij vendi që është në luftë pra sipas tyre, thotë që
populli ynë i Izraelit, pra hebrejt e Izraelit, kanë kaluar kanë kaluar çdo limit human të cilët, duke përdorur edhe kolonet, edhe barbarizmat në Gaza, thotë kemi kaluar çdo limit human, çdo parametër human, dhe kjo tregon se sa është dukur vetmuar Izraeli, Benjamin Netanyahu, por në fakt në thojza, edhe pavarësisht se unë nuk jam i këtyre temave fare dhe unë nuk besoj që do të jetë të tilla, por ama gjithsesi edhe hebrejt, sidomos në Europë tashmë, janë në thojza në një rrezik sepse duken si njerëz që do ta hajnë njërin e gjallë, do të vrasin të prezit, atë që po bën populli i tyre, qeveria e tyre, ushtria e tyre në Gaza, por edhe muajt e fundit në Liban. Dhe Turqia, tash vite pyetja e dytë, që Amerika nuk bën zgjedhje Turqia apo Izrael. Pra i ka të dyja anë, pra i ka dy dorë, dorën e djathtë dhe dorën e majtë, e cila me Turqinë janë totalisht ka marrë nimetet e veta. Turqia për këtë dekadave, që Turqia e fortë është bërë fal Amerikës, liga amerikane, marshallet e tjera, kurse Izraeli është totalisht e mbajtur nga parat e Amerikës. Dakor. Po. Jo, dakor, ato janë në dy korsit ndryshme, por fuqia që jep Ankaras dhe Erdoganit veçanërisht i shkon përkundër vullnetit Izraelit, i cili po përpiqet që ta izolojë Turqinë për në lidhje, kemi folur për atë aksin e famshëm Tel Aviv, Qipro, Athinë. Pra, në një farë mënyre i shkon kundër interesave izraelite nëse mbështet Erdogan, kjo sipas Izraelit, Po. Në fakt unë po deri diku ka, domethënë çdo tani ka një vërtet bërë, dhe është normalisht dhe çdo shtet, çdo forcë, çdo shtet bën të betën që të ketë influencë, të ketë apo bile të pushojë shumë shumë, dhe kjo është normale dhe historia e shteteve, në historinë e institucioneve, në marrëdhëniet ndërkombëtare kjo na tregon që çdo parandori, çdo sistem, çdo edhe mafia dhe gjitha mundohen, duajnë, bëjnë, punojnë për të zgjeruar veten, për të marrë sa më shumë. Kjo është normale dhe automatikisht asnjë forcë, domethënë nuk kërkon që të ketë rival qoftë në rajon, apo biles edhe në botë, pra po bën Amerika tani, domethënë që nuk duhet rival asnjë tjetër në botë, vetëm një jam gjandari i botës. Edhe këtë, domethënë edhe Izraeli, kjo është krejt normale. Kurse politikat e Izraelit, përveç krimeve kundra njerëzimit që kanë bërë pra në Gaza, në Palestinë, po ashtu edhe në Siri, domethënë në lartësitë e Golanit, para vitit e gjysmë kemi folur së bashku, po ashtu edhe tashmë deri në Beirut, mrena në kryeqytet, pra të Libanit. Edhe këto janë ato që për Turqinë domethënë janë të papajslueshme, pra nuk janë asnjë fije njerëzore që mund të ulen të debatohet për këtë. Dhe kjo është ajo ndasira kryesore mes Tel Avivit dhe Ankaras. Pra nëse populli hebrej arrin që të dënojë me vdekje, siç i kanë ligjet e tyre, domethënë pra ata njerëz që kanë bërë krime kundër njerëzimit, pordonime, që kanë vrarë, kanë prerë, domethënë atëra, Turqia nuk ka asnjë problem me Izraelin, në asnjë kurse nga ana rajonale, normalisht që Turqia ka projektet e veta, ka influencën e vet, por unë nuk e shoh se është Izraeli domethënë një kundërshtar apo një rival i Turqisë, sepse mos harrojmë redi që Izraeli është i ardhur para 70 dekadash me radhë aty dhe biles mina 10% që janë bërë domethënë anketa, sondazhe nga agjencitë me famë botërore, pra jo të Turqisë, por me famë botërore, që izraelitët mbi 90% janë të gatshëm me mbledh çantën e me ambash vrapit të andej, pra nga vendi i sepse dihet që janë kolonat, pra domethënë janë pushtues, nuk janë autokton vend të tyre, pavarësisht se domethënë ajo stripticizmi teologjik sipas Biblës së vjetër e të tjera janë, por nuk kanë lidhje fare as me realitetin, pa as me teologjinë dhe as me vetë rajonin. Dhe në këtë aspekt atëherë ky rivaliteti Izraeli kërkon që të mposhti domethënë të gjithë mediat ndërkombëtare, të thotë që unë jam i fortë brase prezës, po thotë kush gjë dhe s'ka kush të thotë gjë. Kjo është realiteti i botës së sotshme, i sistemit të botës së sotshme, por nuk është Izraeli që të ketë domethënë në rival, sepse
Izraeli, se sa forcë ka Izraeli, teknologjia okej, por sa forcë ka Izraeli, ka Reddit që për shef gjithë bota tashmë kanë kaluar 2 vjet e gjysmë çfarë po bën në Gaza, pra një rrep Gaza që s'kan i ke njerëz të mbyllur si në kafaz atje dhe nuk mund t'i ta morë dot. E para, e dyta me Hezbollahun, pra një organizatë në thojza terroriste, në thojza ashtu në thojë ku me një celular i eliminoi të gjithë liderët e tyre. Çfarë bëre? Nuk bëre dot gjë. Po ashtu edhe me Iranin. Do ta bëjmë shkrumë do ta bëjmë pra si Venezuelën, e pa me se çfarë bëre Izraeli, duke krijuar atë fantazi, domethënë atë skepticizmin teologjik që asnjë miz nuk do të ftojë mbi kokën tuaj pra në Izrael pra në ashtu. Pra edhe kjo teologjia kjo që ju kishte thënë Zoti, domethënë Benjamin Netanyahu, ta kupton? Sipas tyre, se jo sipas meje, edhe kjo ishte një prall. Atëherë pra ata duhet të krijojnë një armik shumë më të madh që të bindin pra hebrejt nëpër botë që t'ju marrin paratë e tyre për tokat e premtuara, pra për ata tapidat e siç po bëjmë ne domethënë për flamingo dhe pelikanet e Vlorës. Ja, do dalim në fund aty se dua një koment nga ty Sokol. Po ndërkohë, në raport me Izraelin, Turqisë i mungon, le të themi, një ingredient shumë i rëndësishëm, që është raketa ose si më kokat bërthamore. Pra, Turqia nuk e ka një bombë bërthamore, ndërkohë që Izraeli ka disa testata. General lejtnanti grek Lazaros, dhe po e citoj, thot që Turqia po përgatitet të prodhojë armë bërthamore. Dhe sjell vëmendje domethënë këtu për hir të bisedës, një fjalim të Erdoganit që paga shumë po perifrazoj, ne nuk mund ta pranojmë që disa vende të kenë, ndërsa disa të tjera jo. Plus shto këtu edhe zhvillimet e fundit në teknologjinë ushtarake turke, kemi folur për raketën Cenk, Ildirham që kemi folur edhe bashk. Si e vlerëson Turqinë në këtë aspekt? Apo avancon Turqia drejt një rakete apo bombe bërthamore, siç parlemon generali grek? Tashmë një të shohim nga politikat e mbrëmshme të Greqisë, sepse ato nuk jetojnë dot domethënë pa bërë një gjë të madhe, një larmik shumë të madh përballë tyre, por me pa nga ana Ankaras, as që kanë domethënë vëmendje fare në opinionin turk apo në vetë politikat e Ankaras. Dhe këtu ka dy arsye, një forca e shtetit, tradicionaliteti institucional i shtetit, pra të gjitha janë shtete ende nuk kanë filluar të cacen, pra të hecin edhe jo më të qëndrojnë në kënd. Kurse Turqia është ndryshe. Kurse për armën nukleare, pra bërthamore, në fakt nëse referohemi burimeve të haptura, krejt, domethënë dhe shumë raporteve të Amerikës, pra të dekadës së luftës, dekadave të luftës së ftohtë, armat bërthamore të Pakistanit që kanë qenë të mbështetja e derrave e të tjera kanë qenë politikë që Amerika ka pasur, sepse ka pasur armiku kryesor për bashkimin sovjetik dhe në raportet e hapura, pra që janë të hapura për popullin për ashtu jo me inteligjencë, sepse ne s'dim jo se çfarë janë ata, por nëse i shohim për shembull edhe që ju kujtohet para një dekade më parë, në mos gaboj, WikiLeaks ka shkruar shumë për këto, Reddit cili thotë që Turqia ka shumë armë bërthamore, jo një, po ka shumë armë bërthamore. Duhet të bëjmë një kompozicion të gjithave teknologjisë së sotme, domethënë ndoshta armë bërthamore nuk e ka, por pak në zyrtarisht Turqia nuk e ka, por a është gjithë kjo Turqi që mos ketë armë nukleare bërthamore, kjo le me vërtet që krijon një pikpyetje, jo vetëm si është për greket, por për të gjithë. Pra. Nëse gjithë lufta që u bën në rajon që po bëhen në rajon të gjithë kjo që u shpartallua gjithë ish bashkimi sovjetik, Jugoslavia, vendet arabe, pranverat arabe, vjeshtat e ish Republika Turke e të tjera, pra dhe Turqia, domethënë çdo ditë të ecë duke forcua, besoj që ka diçka tjetër e cila nuk na prononcohet neve. Pra por këtë nuk, po këtë të gjitha këto besoj që janë nën umbrellën e NATO. Pra dhe jo thjesht, kurse nëse vim në dekadat e fundit, pra sidomos këto 20-25 vitet e fundit, apo thënë ndryshe këto 15 vitet e fundit, red Turqia, përparësia e Turqisë, e zhvillimit, e prodhimit dhe atyre që prezanton Turqia në përpanajirën në kombëtare se çfarë kanë prodhuar dhe ende nuk prezantojnë, atë nuk e dim më, sepse asnjë shtet nuk e tregon atë lloj armë çfarë kanë prezantuar dhe kjo automatikisht domethënë krijon një
pikpyetje apo një shqetësim me qoftë grek apo edhe të ato që në thojza që janë Turqinë armike të saj. Por Turqia a është një që do të luftojnë kënd? Jo, sepse Turqia është shumë interesante ato që flasin për shembull për rajonin e Ballkanit Së apo për lindjes së mesme, këto janë bërë edhe fiks para 100 viteve për shembull nga Mustafa Kemal Atatürku. Po ashtu vim për shembull në vitet 70 ku gjithë bota ishte lufta e aftoft, ishin problematike, domethënë Turqia kishte krejt kauzat e tjera, në nëmbrellën e NATO-s. Ama kur vim në 74, 75, 76, masana ndërhyrja e Greqisë për me gjenocid mbi turqit e Kiprës, atëherë kjo ndryshoi totalisht. Ashtu por Turqia përsëri nuk doli nga binaret e saj të cila nuk bën politika, nuk krijon politika apo strategji në bazë të grekut apo bazë të shqiptarit apo në bazë të Izraelit. Pra kanë një shtet të vetën të cilat projekcionet e tyre i kanë prej dekadash më radhë, pra nuk është erdhe Erdogani, bëri këtë hiku Erdogan, nuk janë pra si Greqia dhe apo si Izraeli. Dhe në këtë aspekt, forca e Turqisë, sidomos në investimet dhe suksesin në prodhimtarinë e industrisë së armëve, mbrojtëse apo dhe sulmuese, siç e tha pak më parë, Redi që Yildirim Hani tashmë që bëhet fjalë për 6-7.000 kilometra apo 12.000 kilometra pa interkontinentale, e cilat tashmë kanë filluar ministri i mbrojtjes, që kanë filluar edhe testimet e kësaj bombe. Pra se ku nuk e dim, se ku është përëndësim zyrtari i Turqisë. Pra domethënë Turqia me këtë forcë normalisht që krijon një problem te greket, por unë jam totalisht i sigurt që kjo është një problem grek, i cili nuk është problem me të vërtet mes dëshmime, por Greqia në politikat e saj për të marrë të mirat e Bashkimit Evropian, pa paratë e Bashkimit Evropian, është që duke u qajtur Evropës, duke marrur paratë e sajna dhe tashmë është në një pozitë krejt tjetër ku dihen marrëdhëniet e qoftë Amerikë, Turqi, por qoftë edhe Afrin e Izrael, të cilat janë shumë të vogla në krahasim me forcën e Turqisë, mendoj. Ndërkohë, një koment fundit, Sokor, se nuk mund të ri do të padamarë në lidhje me protestat që kanë shpërthyer në Shqipëri. Si vlerëson këto protesta nga parë kjo nga Izmiri, nga Turqia? Por edhe në fakt protesta është qytetari, protesta është gjë shumë e shenjtë, një protesta shumë e shenjtë. Se si ka filluar, qysh ka filluar, ka pak shumë rëndësi, por me sa duket nëse do të shohim dy këndvështrime e para nga ana e qeverisë, e cila është një qeveri, domethënë që tashmë është plakur në qeveri, nuk ka një rival që ja tumb domethënë poltukun asaj, dhe me të vërtetë që është bërë si sultan lëk dhe bën çfarë të dojë dhe si të dojë, me të gjitha ato skandale pra që kemi domethënë me tunelet, me rrugët, me rjollin, me lartën, me vjosen e me të gjitha, dhe mos ta çaj kokën një qeveri për asnjë gjë, kjo është një problem me të vërtetë i demokracisë shqiptare dhe i autokracisë brenda demokracisë në thojza shqiptare, dhe vetë pas gjithë kësaj greve, gjithë protestës të parë kur del kryeministri dhe flet me grupin e tij, vetë në partinë e tij, pra nuk flet popullit, nuk del në parlament, nuk del në para kryeministrisë, por flet në PS-n. Kjo me të vërtetë që lën shumë pikpyetje të cilat nuk është se je i majt apo jam i djathtë apo je i anash apo ja ne, por kjo është një problem shumë jetik për atë, dhe vetë zoti Rama dalje rëndësimet e para për këtë temë, dal para PS-s. Kjo krijon shumë pikpyetje dhe tregon domethënë atë strofën e fundit që herë filloi zoti Rama tha jo po e kanë bërë grek se na kanë inat grek, por çfarë të thënë inat grek, ku i grekët domethënë kanë sa 32 herë Bregdeti jonë, pra nuk është problem fare grek, por kur të ngec ty, si thënë ne domethënë kur ngeci atëherë ai nxjerr armikun, domethënë nxjerr një armik tjetër, edhe armik është fantazm totalisht, sepse nuk ka ndërhyrje në protesta të jashtme, është plotësisht dëshira e popullit shqiptar, kurse me pa nga ana e popullit shqiptar. Nga këto greva me të vërtetë që janë për të alluruar, janë për të respektuar, janë për të ulur kapelen, me të vërtetë domethënë me një qytetari që me të vërtetë kjo na ka munguar për shumë dekada me radhë, sepse unë jam nga ato kalamajt e 91-shit, 92-shit, ku dashin fletushkat e kundra komunizmit, por tashmë jam jashtë tjetër kjo, por kjo është një qytetari perfekte dhe besoj që të gjitha të rinj dhe të reja do të arrisin ta sjellin domethënë demokracinë, ta sjellin përgjegjësinë dhe duhet të sjellin një sistem i cili domethënë e kemi spakun s'ba punën e vet. E kemi qeverinë, qeveria s'ba punën e vet. Pra,
do të më bërë një gjë shumë më ndryshe e cila përgjegjësia është automatikisht mbi zotin Rama dhe jo mu qenë si sultan, por me qenë si lider europian në thojza, pa e tjetërsua këtë, por me të vërtet që kemi probleme jetike dhe pelikanet Redi është një gjë ndoshta më e vogla dhe më e fundit që mund ta përmendim ne në Shqipëri dhe do të përkrahim me patjetër protestet, por kjo nuk do të thotë që nuk dona investimet e huaja sepse ndjek vazhdimisht domethënë media jo në asnjë mënyrë, por kemi vendet e tjera sa duhesh dhe jo të prishim parqet natyrore dhe tokat e mbrojtura të shtetit që i njeh gjithë bota, pra që nga Vjosa, Riolli dhe Zërneci. Kjo është ajo që unë përkrah me gjithë zemër e shpirt, domethënë protestat paqësore ku të gjithë ata të rinj e të renja, nëna dhe gjyshrat tonë që janë atje, domethënë duke i marrë dhe flerat e tyre të ditës dhe besoj që do të jetë një shembull për të gjithë demokracinë e Shqipërisë, qoftë për pozicion, qoftë për opozitën, sepse kemi shkalluar domethënë në një vend ku përgjegjësia kryesore është e qeverisë Rama, që e kujton se është sultani i Shqipërisë, domethënë e asaj nahijes vet atje dhe bën çfarë të don, por populli nuk duhet ta lejojë, të jenë protestat e pashme siç janë me vërtet për të uruar kapelën dhe për të uruar me gjithë zemër. Sokol, fole që Rama ka përmendur grekët, por ka përmendur edhe muslimanët pa dinë dhe pa iman, çka nuk e di se nga që nuk e kemi parë të vizitojmë më Turqinë, nuk e di se si i ka raportet, po ti mund na thuash diçka. Jo, i ka raportet, por unë losha nga që kam studiuar për këtë tema, them që nëse një lider, pra qoftë katolik, musliman, budist apo çfarë do të jetë, nëse thotë, domethënë përdor Krishtin, Muhamedin, Biblën, Koranin ashtu, di e mirë që është tërnguar, domethënë ka rënë ngushtë dhe po mashtron popullin e vet. Dhe unë jam i sigurt, domethënë çfarëdo lideri qoftë domethënë i Turqisë, i Shqipërisë, i Kinës, i Arabisë, i kujdes dhe vet ajo angushtëria, domethënë armiku doli greku, domethënë një gjë kanë pralla. Populli shqiptar do investitorin, populli shqiptar do Amerikën, populli shqiptar do gjithë. Por amo këto ka ligje, këto ka kushte. Pra, a jemi duke shku drejt Evropës? Si bën investimet për shembull në Itali, në Greqi, në vende të tjera? Ashtu do na jo të dalin një sultan atje të bëjë çfarë doin, domethënë kjo nahije jote, kjo rrugitë jote, kjo tapije jote. Kjo është ajo, kurse marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Ankaras janë të mira, edhe sidomos që bëhet fjalë biles javën e kaluar që ishte ministri grek në Tiranë, normalisht janë vëzhgimin më të gjërët, sepse dihet një gjë nëse bëhet në Shqipëri 12 milje, domethënë deti kufitar, është pikë kryesore për Ankarën, e cila unë jam i sigurt që këtu është ndihma e madhe e Turqisë për ne. Faktën sepse në njëjtën kohë Turqia ndihmon edhe vetes së vet. Sokol, të falenderoj shumë që të kisha. Ishte kënaqësi, edhe si unë gjithmonë për ftesën. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua Arber Hidaj, koleg gazetar. Arber, kënaqësi që të kam. Gjoj Marsia, koleg gazetar. Gjoj, kënaqësi që të kam. Kënaqësi, faleminderit. Almer Toska, drejtuesi i portalit Timoni.al. Almer, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Do ta nis me ty për të kuptuar çfarë po ndodh me dosjen Balluku tashmë që kemi dhe një akuzë tjetër nga SPAK. Belinda Balluku është ministrja e cila ka qenë dhe është në fokusin e SPAK prej më shumë se një vit që është në hetim. Që kur u refuzua të hiqej mandati deputetes nga Edi Rama dhe grupi parlamentar, SPAK, për t'i vërtetuar Edi Ramës që Belinda Balluku është e përfshirë në korrupsion dhe kjo nuk është një akuzë politike apo nuk është një qasje për prishjen e barazisë në tendera dhe nuk është korrupsion, pra Rama kërkonte korrupsion të faktuar. SPAK e ka zgjeruar gamën, e ka zgjeruar të gjithë hapësirën e përfshirjes së Belinda Ballukut në institucionet drejtuese, pra që nga koha kur ka qenë drejtuese Alp Control, pra para 10 viteve e deri në momentin që ka qenë zëvendës kryeministre, pra gati në 15 vite ushtrim të aktivitetit të funksioneve publike nga ana e zonjës Balluku, ka pasur një hetim pasuror. Janë për 15 vjet. Po, janë pyetur shumë njerëz, janë pyetur të afërt të Ballukut, është pyetur sanitarja e shtëpisë, është pyetur shoferi, janë pyetur të gjithë ata të cilët kanë pasur një lidhje drejt për drejt në aktivitetin ditor të Ballukut dhe këta kanë dhënë deponimet e tyre pranë SPAK. Nga hetimet ka rezultuar që Belinda Balluku
rezulton që nëpërmjet një tenderi 880 milion lekë të vjetra dhënë një kompanie, ka marrë në këmbim, pra dhënia e një tenderi në mënyrë të palishme, ka marrë në këmbim një vilë e cila ka qenë ndërtuar në Gjilek në Dërmi dhe kjo vilë është regjistruar në emër të ish lojtarit të kombëtares Iglitare. Dhe SPAK këtë e ka faktuar nëpërmjet deponimeve që kanë dhënë persona të cilët kanë hyrë e kanë dalë në këtë vilë dhe e kanë faktuar që e kanë pranuar që kjo vilë i përket Belinda Ballukut. Kjo vilë sot është e sekuestruar. Kjo është ngjarja që ka ndodhur. Por nga SPAK ka shtuar akuzën për Ballukun. Ka qenë prishja, ka qenë ndikimi i palishëm në tenderave, sot ka 2 akuza të reja. Akuza është korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Neni 259. Neni tjetër është Neni 287, pastrim i produktës së veprës penale. Të dy këto nene kaq të rëndësishëm, të cilët nëse i marrim në tërësi, Belinda Balluku rrezikon 23 vite burg. Sa? 23 vite burg. Neni 259 parashikon burgim 2 deri në 8 vite. Neni, i cili është pastrimi i produkteve veprës penale, parashikon 5 deri në 10 vite burg. Nëse ky është kryer në bashkëpunim, dënimi shkon nga 7 deri në 15 vite burg. Por në rast se mblidhet automatikisht e gjithë vepra, me gjithë veprat e tjera që është përfolur tani, Belinda Balluku rrezikon 23 vite burg. Sipas asaj çka unë kam konsultuar me juristët. SPAK e ka tashmë të faktuar që Belinda Balluku është përfshirë në korrupsion aktiv dhe ka përfituar në mënyrë të palishme dhe tani ngelet SPAK që të çojë akuzën e re, t'ia çojë parlament për heqjen e imunitetit. Pra, hapi tjetër po thua është SPAK do kërkoj prap në parlament heqjen e imunitetit. Patjetër, sepse SPAK nuk mund ta hetojë në gjendjen aktuale që është. Edhe pse ajo është larguar nga pozicione drejtuese në qeveritare, Belinda Balluku është me imunitetin e deputetit. Dhe imuniteti i deputetit e pengon atë që ajo të SPAK të shkojë ta marrë të arrestoj pandehur është, shkojë të marrë sepse ka kërkuar dhe urdhër arrestin. Pra, si ka kërkuar? SPAK ka kërkuar të arrestohet Belinda Balluku. Kjo është penguar. Pra, lidhur me akuzat, ka qenë imuniteti që e ka penguar dhe tashmë SPAK është, nëse këto akuza do të pranohen nga ana e qeverisë, të cilat janë të faktuara, atëherë Belinda Balluku nga parlamenti në rastin konkret. Nga qeveria, se parlamenti gjithmonë dihet është në funksion dhe kontroll të absolut të Tiranës. Atëherë kemi të bëjmë me një ministre e para femër që pritet të arrestohet. A mund të jetë arrestimi si masa e parë ndëshkimore, a mund të jetë në arrest shtëpie, këtë gjë vendos gjykata pas shqyrtimit të kërkesës së SPAK. Kjo është tash gjithmonë nëse Rama pranon ta heq. Po çfarë do të bëj Rama tani? S'ka çfarë e mbron më. Sepse si e mbrojti herën e fundit. Sepse Rama herën e fundit i quajti ato biseda normale, biseda që nuk ishin përfshirë në korrupsion, biseda telefonike me Evis Berberin, sepse edhe kjo gjë është faktuar nga Evis Berberi, kjo aferë korruptive në Alp Control, sepse Evis Berberi ka qenë atje bashkëpunëtor i saj, edhe në Alp Control. Këtë e thot SPAK në deklaratën e vet. Atëherë, nëse SPAK çon shumë shpejt kërkesën për heqjen e imunitetit, atëherë do të vjen në provë qeveria dhe besoj që Edi Rama këtëherë nuk ka çfarë i thot më publikut dhe shqiptarëve që Belinda Balluku nuk është e korruptuar. Sepse SPAK në atë dosjen 16.000 faqe që e ka Partia Demokratike që e ruan me fanatizëm dhe nuk e bën publike, thot që janë 300 apartamente që ka planuar dhe Gazmend Bardhi që i zotron Belinda Balluku, por nuk i bën të ditur publikut se ku ndodhen këto apartamente. Tashmë një vilë e sekuestruar dhe e cila ka bërë pis dhe Iglitaren, se nuk e di sepse është e turshme që lojtari kombëtares kaq i rëndësishëm, i cili ka një karrierë të jashtëzakonshme në Itali si futbollist dhe si drejtues, sot merret i pandehur nga SPAK. Është shumë e rëndë. Është marrë i pandehur Iglitare sot pra. Është marrë i pandehur sepse ka qenë i shoqëruar nga avokati i tij. Dhe është komunikuar akuza. Kur Iglitare i përfshir dhe i bër pis në këtë skema kaq të rëndomta, çfarë do të themi ne për qeveritarët e këtij vendi? Janë pa aq pis dhe më të korruptuar se çdo kush tjetër. Po, Arber, si e lexon këtë zhvillim për sa i përket dosjes Balluku? Çfarë mendon se do të prodhoj për Shiko, dua ta filloj nga kjo që tha dhe Almeri për futbollistin nga ikonat e futbollit shqiptar që ka patur Iglitare, drejtues së fundmi i Milanit, pra një nga shqiptarët më suksesshëm në botë. Një nga shqiptarët më të suksesshëm në Itali, i cili realisht u ndjeva shumë keq kur e pash që doli nga SPAK dhe realisht ndjem keq për akuzat që ka.
nuk e di janë të vërteta apo jo, uroj shumë që të mos jenë të vërteta, sepse do ishte një goditje shumë e madhe, mendoj unë, jo vetëm ndaj iglitares, ndaj familjes së tij, por një shtim penalitetesh në drejtim të tij, një arrestim i mundshëm, do ishte një imazh shumë i rëndë edhe për gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë. Sepse imagjinoni pak media italiane, që është një media shumë e fortë, shumë agresive, imagjinoni do ta kishte headlines në gjitha gazetat, në gjitha portalet një ditë më pas. Mos të them që edhe mund ta kenë bërë që ditën e sotme. Pra, kjo është një keqardhje shumë e madhe, uroj shumë që të dali i palagur nga gjithë kjo histori. Ndryshimi nga hera e parë ndaj zonjës Balluku ka qenë që nuk ka patur akuza për korrupsion. Dhe unë kam qenë nga ata individ që këtu kam folur në favor dhe të zonjës Balluku për pjesën që ka të bëjë me mungesën e akuzave për korrupsion. Dhe kam thënë që kjo është një gjë e mirë, që nuk kemi zyrtar që ka akuza për korrupsion. Dhe po në këtë studio kam thënë që ose do ketë akuza për korrupsion, fakte për korrupsion, atëherë këtu ndryshon loja. Ndryshon situata, ndryshon qasja, që do thot korrupsioni është i pa amnistueshëm, korrupsioni është i pa mbrojtshëm. Nëse ka akuza dhe ka fakte që ajo ka bërë korrupsion, atëherë zoti Rama nuk duhet ta mbrojë më kësaj radhe. Unë isha kundër në fakt edhe mbrojtjes politike që u bë herën e kaluar, pavarësisht se ligjërisht zoti Rama, Partia Socialiste mund ta bënte dhe e bëri sepse në kushtetut fatmirësisht, fatkeqësisht, ne duhet ta themi nuk është a priori që çdo kërkesë që vjen nga prokuroria duhet të pranohet. Por nëse janë të vërtetë ato që qarkullojnë në media, pra për pasuri marramënse, vila, ku digjon, dhe ka prova, atëherë kësaj radhe zonja Balluku nuk duhet të ketë asnjë lloj koperture ligjore. Çfarë pritet si hap tjetër Arbër, do shkojë logjika të çon drejt kërkesës për arrest, logjika. Sepse kështu funksionon. Nuk mund të hetohet zoti Tare, të akuzohet për shtëpinë e zonjës Balluku që ka në emrin e tij, por ndërkohë shtëpia e saj, dhe ndërkohë të mos ketë pasoja dhe ndaj asaj që është me sa duket burimi kryesor nëse do dalë i tillë i gjithë kësaj zallamahie. Kështu që automatikisht do shkoj tek kërkesa për arrest. Dhe Rama do dorëzohet heqja e imunitetit. Unë nuk e di të them çfarë do bëj zoti Rama. Unë shpresoj nuk ka argumenti se Rama në fakt është shprehur se nuk ka akuzë për korrupsion dhe ne unë e kam thënë dhe i qëndroj parimit. Është gjithmonë parimi që duhet të mbaj. Nëse ka akuza për korrupsion dhe i ka ashtu siç thuhet, atëherë nuk ka diskutim këtu. Zonja Balluku duhet të vejë dhe si çdo qytetar tjetër të përballet me drejtsinë, sepse në fund të ditës ajo ka prezumimin e pafajësisë dhe është e pafajshme në momentin që ne flasim. Një njerëz që është i pafajshëm nuk ka frikë të përballet nga drejtësia pa imunitet. Pra zonja Balluku duhet shkojë të japi dorëheqjen nga imuniteti dhe të përballet me drejtsinë nëse ato akuza janë të shkruara e zeza në të bardhë. Dhe pritës së vërtetës deri tani duhet themi disa fjalë të mira për SPAK. Me zotin Braho duket shumë i kujdesshëm, nuk ka rrjedh asnjë gjë në media, nuk ka patur informacione të copëzuara, të cilat mund të ushqejnë më pas gjyqet publike, por janë informacione që mezi qarkullojnë dhe mezi dalin. Dhe me sa duket është më procedurial. Pra, po ta shikoni, nëse do ishte për shembull zoti Dumani do ta kishte ndryshe piramidën e funksionimit. Pra do kishte një goditje të madhe, do dilnin informacione në media ndaj zonjës Balluku. Nëse po shikoni zotin Braho, ai po e merr me dëshmitarët. Pra me njerëzit që ai mendon ose dyshon që mund të jetë ka qenë procedurialisht, le të themi. Pra ka një lloj profesionalizmi që bie në sy dhe një lloj qetësie, nuk ka nevojë për të bërë një zhurmë. Me bisturi, Nuk ka nevojë për të bërë zhurmë pa patur diçka konkrete. Dhe me sa duket zoti Braho në këtë po funksionon, që po bën të gjitha letra siç duhet, po e merr nga poshtë lart, nuk po fillon më njëherë lart edhe pastaj të shkojë poshtë. Megjithatë, fut dhe protestën në këtë situatë. Jo, nuk do dalin të protestë. Jo, vëmendja e madhe që ka ndaj Shqipërisë, gjitha media ndërkombëtare, unë tani po shikoja edhe emailin tim, një media amerikan më ka kërkuar për të dhënë intervistë. Pra imagjino se sa shumë zhurmë është bërë për Zvërnesin. Fut gjithë të vëmendje, fut hapjen e kapitujve, fillimin e procesit për mbylljen e kapitujve për Bashkimin Evropian. Fut gjithë këtë vëmendje të madhe, ndërkombëtare, lokale e të tjerë, është i destinuar mendoj që zoti Rama
të mos ta mbrojmë më politikisht dhe t'ja hiqë imunitetin zonjës Balluku. Gjoj, si e shikon, si e lexon këtë zhvillim? Çfarë pasojash do të ketë për ish zëvendës kryeministrën zonjën Balluku? Kjo puna e imunitetit kujton shprehjen që mund vraposh, po nuk mund të fshihesh. Domethënë, sado që të shtyhet kjo mos përballje e detyruar në një moment caktuar me drejtësinë nuk është se i bën gjë, po themi llogaridhënies, thjesht mund ta shty në kohë, herët ose vonë, zonja Balluku do duhet që të përballet me akuzat që spaku pretendon fat punës së vet se ka arritur t'i vërtetoj. E tha shumë mirë pjesën ligjore dhe Almeri dhe Arbi, por ndërkohë kemi të bëjmë me një lloj bumerangu për vetë deklaratat që Rama përdori për mbrojtur Ballukun. Pra ishim kushtet e akuzës parë që kishte të bënte me shkeljen e barazisë në tendera, dhe ndoshta dhe juristët mund bien dakord që është një vepër deri diku e dobët, pa çka se flitej, po themi për miliona euro të dyshuar abuzimi. Po, po si koncepti i veprës ishte një vepër e dobët. Tani kemi me dy vepra tjera që është korrupsioni pasiv dhe pastrimi produkteve të veprës penale kryer në bashkëpunim, që është një rrethan rëndues. Tash vetra me gojën e vet tha që me këtë vepër është e kot bllokosh, po themi numrin 2 të qeverisë, kur hetimi mund të vazhdoj pa papur elemente të tjerë. Tashmë Rama është para fjalëve të veta, përpara argumentave që përdorin në radhën e parë për të mos lejuar heqjen e imunitetit zonjës Balluku. Mendoj se një tjetër kërkesë në parlament është çështje kohe, sepse kemi të bëjmë me rrethana të ndryshuara. A do ta heq maxhoranca këtë radhë imunitetin e Ballukut, jam dakord në parafolsin, nuk kam justifikime, pra duke nxitur edhe vetë një argumenti që vetë paraqiti, por pikpyetja e madhe ka të bëjë me sa i fortë do të jetë presioni ndërkombëtar gjatë kësaj radhe. Kujtojmë radhën e parë që ambasadat më të rëndësishme, por duhet të theksuar me përjashtim të ambasadës amerikane, dhe kjo është një pikpyetje e madhe. Të gjitha ambasadat e tjera europiane, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, që s'është pjesë e BE-s, por ka një rol të jashtëzakonshëm edhe në përparimin tonë proceset integruese, e thanë shkoqur që rastet e pengimit drejtësisë në hetimin e zyrtarëve të lartë përbën realisht një pengesë të madhe për rrugën e integruese drejt BE-s. Megjithatë, pam një proces që ishte një gjysmëhapi më tej në rrugën e integrimit, si ishte mbledhja e 8 e konferencës ndërqeveritare. Tashmë pikpyetjet janë dy, sa fort do të reagojnë ndërkombëtarët dhe sa fort do të reagojnë shqiptarët që janë zotët e shtëpisë. Arbri përmendi dhe protestën që po zhvillohet në rrugët e kryeqytetit dhe me sa kuptohet edhe në qendra të tjera ku jetojnë shqiptarë mbar botën, dhe kombinohet, si thua, një lloj presioni dyfisht për ta detyruar, si thua, qeverinë bëjë një akt krejtësisht normal për një shtet që do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Almer, nëse shkojmë te ky skenar që thot Gjoj, për shkak edhe të presionit ndërkombëtar, presionit protestave, pozitës ku ndodhet sot kryeministri Rama në raport me atë që po ndodh në Zvërnec, nëse shkojmë tek skenari i dorëzimit të imunitetit zonjës Balluku apo tek skenari i arrestimit saj, siç pak a shumë po e para emron ti, a do të prodhoj kjo, mendon, një kosto të rënd për mazhorancën në kuptimin e çarjes brenda kësaj mazhorance? Shiko, unë mendoj që Belinda Balluku është një peshë shumë e fortë brenda Partisë Socialiste, për faktin që ka ushtruar shumë pushtet gjatë këtyre viteve të fundit. Ajo administron një grup parlamentar me njerëz të saj të besuar, përflitet gati ke 20 persona, pra 20 deputet, administron 4-5 ministri, drejtoritë më të rëndësishme që ushtrojnë kompetenca të forta në vend, administron Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Ministrinë e Rendit, Ministrinë e Financave, pra të gjitha ministritë të cilët kanë buxhet, kryesore, ministritë të cilët janë themeli dhe kolonat e një shteti i cili duhet të qëndrojë në këmbë. Pra, aktualisht kryeministër de facto është Belinda Balluku.
jo Edi Rama. Sepse ajo ka firmosur, ajo ka ushtruar kompetencën e zëvendës kryeministres, po me kompetencët e një kryeministri. Belinda Balluku ka emëruar dhe ka shkatruar çfarë ka dashur ajo. Ka shkatruar brenda Partisë Socialiste çdo grup dhe çdo rival të mundshëm. Është njeriu i cili ka investuar në arrestimin e Erion Veliajit. Është njeriu që ka investuar në çmontimin e grupit e Ergyll Sagasit, se ne dim kush është grupi i Ergyll Sagasit dhe pesha që ka pasur brenda Partisë Socialiste. Pra, të gjithë rivalet e mundshëm ajo i ka shkatruar, ka kontrollon dhe është njeriu që ka vendosur veton për kandidatën e Bashkisë Tiranës. Pra, duhet të themi që Ogerta Monastirliu është një mikeshe ngushtë përveç Edi Ramës dhe është dhe Belinda Ballukut. Pra, çfarë do Belinda Balluku e ka arritur ta marrë brenda Partisë Socialiste. Atëherë, duke parë këtë lloj terreni politik që Belinda Balluku ka ushtruar pushtetin e pa diskutueshëm dhe cila i ka sjellë asaj ato pasojat që me gabimet që ka bërë të qëllimshme me aktet korruptive, kuptojmë që tashmë Rama po largon nga këmbët një peshë shumë të fortë. Unë nuk mendoj që Ramos qeverisë do sjellë një pasojë të largimit të Ballukut, sepse tashmë efekti i Ballukut është dhënë. Ai e ka shkarkuar dhe ajo reagimi çfarë duhet të ishte ka ndodhur dhe nuk mendoj që ka ndonjë pasojë direkte për qeverinë largimi i Ballukut në këtë momente. Por do ndodhë një gjë tjetër. Me largimin e Ballukut i bie që të largohen të gjithë njerëzit e Ballukut. Dhe unë mendoj që Edi Rama edhe pas protestave duhet të bëjë një ristrukturim të qeverisë, të kabinetit të tij. Dhe do ta bëj shumë shpejt. Pra unë mendoj që të gjithë njerëzit e Ballukut duhet filluar nga Petrit Malaj, Ermal Nufi, ministri i Brendshëm, e të gjithë Ajla Mallari, e të gjithë ata që janë njerëz të Ballukut nuk do jenë më ministra. Sepse klani Ballukut tashmë ka rënë. Kur bie kreu i grupit, ashtu do largohen të gjithë ushtarët e saj. Dhe a ka efekt kjo në qeverisin e vendit? Patjetër që ka efekt. Se unë mendoj që do sjellë një qeverisje më të mirë rasti do vendosim njerëz të pa korruptuar. Jo, a do çaj PS në shpytje apo? Deputetët. Sa kohë folën për ministër, po deputetët që janë asnjë nga deputetët e Belinda Ballukut nuk ka shansin të kundërshtojë Edi Ramën kur do t'i paraqitet me provë. Ora është me provë dosja më çdo tri. 16 faqe redo që e mbron Partitë Demokratike sot. Nuk e mbron se do Balluku, po mbron vetveten se është përfshir, po njësoj sa Balluku brenda. Edhe kjo prova e re që është vila, edhe vilat e tjera. Ka të faktuar redo që biznesmen afër Belinda Ballukut i fshejnë parat Belinda Ballukut. Është e faktuar që Rok Gjoka zotron 50 milion euro të Belinda Ballukut. Është e faktuar mbi 70 milion euro të Belinda Ballukut fshihen në arkën. Si e faktuar? Është e faktuar, është në hetim. Që është e faktuar që të gjitha tendrat që ka përfituar Rok Gjoka Construction janë parat të Belinda Ballukut. Këta ka marrë vetëm pjesën dhe pjesa tjetër e ka marrë përqindjen e vogël dhe pjesën më të madhe ka Belinda Balluku. Por qëndron në kasafortën e këtyre. Ne e dim shumë mirë që Bashkim Mulaj ka marrë një tender 1.3 miliard euro për rrugën Thuman-Kashar, pjesën më të madhe të këtyre fitimeve ka Belinda Balluku. Pra 70 milion euro i mban në arkën edhe më shumë biles, mban në arkën e tij ky Bashkim Mulaj për Belinda Ballukun. Pra të gjithë këta të cilët Arber Abazi është një nga njerëzit që sot ka marrë çdo tender të mundshëm, tender pastrimi në çdo bashki dhe çdo edhe në qeveri. Është tenderi Unazës madhe. Ashtu janë dhe disa biznesmenë të cilët sot figurojnë biznesmenë me letra, por janë njerëz prestanome që zotrojnë pasurinë e Belinda Ballukut. Janë njerëz të cilët kanë aty në ark siç bante ky iglitare Vilën, mbajnë paratë e Ballukut. Këtë duhet të hetoj Spaku. Ktu duhet të shkoj. Po shkon sepse unë kam bërë një kallëzim në Spak zotri. Kam kallëzuar Rok Gjoka Construction për rrugën e Arbrit. Dhe Spak më ka njoftuar që ka nisë hetim për këtë çështje. Pra janë vënë në lëvizje. Tuneli Murrizit është një vepër penale, një akt korrupsioni, një akt korruptiv i pashembull ku është hapur tuneli pa u kolauduar. Edhe unë këtë kam paraqitur me dokument në Spak. Dhe unë jam njoftuar si kallëzues që është çelur hetimi. Pra këtu nuk ka nevojë të shkojmë larg ne. Ne mjafton të marrim të bëjmë bashkëpunëtorë drejtësisë të gjithë. Të gjithë ata të cilët përfitojnë tendra nga Ministria e Infrastrukturës, të gjithë ata që përfitojnë tendra nga Ministria e Energjetikës. Pra, duhet marrë, s'ka nevojë, ke emrat janë thirrur. Është një listë e gjatë emrash e të gjithë oligarkëve të infrastrukturës rrugore, të rrugëve të cilët marrin tendra. Sali Llari me shok. Të gjithë më ka dalë, janë pyetur të gjithë. Këta emra janë ata të cilët zotrojnë pasurinë de facto të Belinda Ballukut. Belinda Balluku nuk i ka të gjitha paratë në emër të vet. Nuk është aq i çmendur. Normal që i ka lënë emër të këtyre. Dhe këta bëjnë biznes me paratë e Belinda Ballukut dhe në fund fare ai është pronarja. Ore zotri. Njëjtë si iglitare po thua. Pra po ta them, unë po të përmend me emra të gjithë. Rok Gjoka zotron 50 milion euro e faktuar Belinda Ballukut.
Pra këto janë me prova. Mjafton po them që SPAK të bëj bashk. Dhe ka nisë tim po thua. Ka nisë tim patjetër më. Tani zotri, është e faktuar që Bashkim Mulaj me një telefonat, një fondi zvicerani ka kërkuar se si t'i fshej 6 milion euro. Të kujt janë këto 6 milion euro? Belinda Ballukut pra. Edhe kjo po ndiqet. Është e faktuar që një nga biznesmenët i cili është përfshirë Lirin Fezollari në dosjen Buka të Arben Ahmetajt ka transferuar 50 milion euro për Belinda Ballukun në Austri. Është e faktuar që Sokol Balla ka transferuar para jashtë vendit në disa destinacione. Tani këto janë në SPAK, nuk po flas me emërsime, janë aty. Janë çështje që janë aty. Ka dhe shumë të tjerë që kanë transferuar para Belinda Ballukut. Po tani, unë dakord se ideja është, unë duhet kuptoj këtë, Almer. A është goditja e Ballukut një goditje për Ramën në kuptimin e mundësisë largimit të Ramës? Kjo është një siren alarmi për popullin shqiptar i cili po proteston, atje ka dalë po proteston përballë qeverisë, por një protest që duhet kishte këtë lloj moto, jo moto të kishte atë projektin e Zvërnecit. Sa i projekti Zvërnecit është projekti më i rëndësishëm i ardhur ndonjëherë në Shqipëri, por qarqet anti-shqiptare në bashkëpunim me influencat politike të vendit kanë gjetur një motiv që s'është i duri dhe protestojnë. Tani unë i ftoj shqiptarët të dalin protestojnë të kërkojnë largimin e Edi Ramës për çështjen e aferës korruptive Belinda Ballukut. Duhet ta bënin me kohë. Nuk kanë protestuar shqiptarët, ata të cilët pretendojnë që janë shqiptarë të ndershëm dhe luftojnë, nuk kanë protestuar kur u kap 50 milionë euro te tuneli Llogaras. Kur u kap vjedhjet e incineratorët, nuk kanë protestuar. Nuk kanë protestuar kur u ndërtua teci në Roskovec nga Bashkim Mulaj, që të prodhonte energji për Greqinë. Këta shqiptarë nuk kanë protestuar. Nuk kanë protestuar kur janë vjedhur miliona tek rruga Thuman Kashar, tek tuneli i rrugës Arbrit. Pra shqiptarët tani kanë një motiv të fortë të protestuar. Kjo është motivi po thuaj. Pra ky është motivi kryesor, jo të dalin protestojnë pse po vin 4 miliardë euro në Shqipëri. Tash do shkojmë aty. Arbër, si e shikon fatin politik të Ramës nëse Balluku shkon në këtë skenar që na tha Xhoji? Shiko, Rama është duke kaluar një moment të vështirë. Momenti i parë i vështirë është nga protestat. Momenti i dytë i vështirë është që pas një lloj pauze që pati nga çështja e zonjës Balluku, ndryshimet në ekzekutiv dhe në një farë mënyrë fjetje e kësaj çështje, tashmë po rizgjohet përsëri vëmendje. Dhe nëse herën e parë zoti Rama kishte më të lehtë për ta kaluar, sepse në fund të ditës argumenti kryesor ishte nuk ka akuza për korrupsion, kësaj radhe loja shkret ndryshe, dhe kësaj radhe është shumë e vështirë që zoti Rama ta mbajë zonjën Balluku. Është në një ditë të vështirë, në një periudhë të vështirë, kjo nuk duhet harruar. Vëmendja e medias ndërkombëtare është shumë e madhe, protesta po bën të vetën, sheshi po mbushet. Dakor, nëse e lëshon Ballukun, sheshi po mbushet. Shiko, është i dësinuar ta lëshoj zonjën Balluku kësaj radhe, sepse është shumë fragjil në pjesën e integrimit të Bashkimit Evropian. Nëse e lëshon, aprovon Balluku një çarje që mund ta çojë Ramën drejt. Jo, nuk prodhon një çarje, sepse nëse ne themi që prodhon një çarje në numra flas në parlament. Zonja Balluku i bie që këta janë deputet 100% të zonjës Balluku dhe jo me firmën e zotit Rama. Ndërkohë vërtet është krejt ndryshe. Këta janë deputet që kanë marrë firmën e kryetarit të Partisë Socialiste dhe kryetari i Partisë Socialiste nuk është zonja Balluku, është zoti Rama. Zonja Balluku për shkakun sa janë Almer. Zonja Balluku. Të gjithë ka vetëm Balluku. Zonja Balluku 14. Zonja Balluku jo 14, 12. Pra zonja Balluku ka forcën e saj, ka peshën e saj, nuk diskutohet, por nuk është ajo që kontrollon Ramën. Por gjithë ata që ndoshta edhe e fryn nga njëherë më shumë se ç'duhet, është Rama që kontrollon Ballukun. Pra nuk është e kundërta. Dakor. Që të jemi tani të sinqertë. Rama pse ndryshoi një qendrim Rama që nuk e kishte bërë me asnjë të ngjashëm me Ballukun, përfshirë Ahmetajn, për shkak që ishte të njëjtën pozitë. Sipas ti, se gjithë e kanë interpretuar sipas ti, forca e saj është nuk diskutohet, por jo forcë kushtëzuese. Unë nuk besoj që Zeqenia do iki nga Partia Socialiste dhe do t'i shkaktoj Ramës zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Se besoj. Nuk e besoj që të gjithë ata që janë deputet Ceno Klosi do iki nga Partia Socialiste dhe do shkaktoj zgjedhje të parakohshme. Do t'i bënte ndërë Edi Ramës të ikte sepse është nën akuzë. Pra, nuk kam për ta bërë, nuk janë politikan race, nuk janë njerëz me dinjitet të fortë politik dhe publik.
nuk e kanë këtë kostum. Po personazhet arbër si Spiro Pali, Braçe, që pam së fundmi që dolën do të përfiton. U zbutën. Unë kisha një shpresë zoti Braçe u zbut. U zbut dhe nuk dihet çfarë bën tani. Denoncon rrugë. Tani denoncon drejtorinë komunale të bashkisë. Jo kjo rruga, jo kjo cepi, jo pa i cepi. Detyrën e deputetit po bën. Po s'po bën, s'është detyrë deputetit. Opozita është detyrë. Një lloj betejë politike. S'është sepse filloi me deklarata për demokracinë. Erion Braçi është deputet i zonë i lagjes ku ne jetojmë bashkërisht. Dhe aty sa herë denoncon ai ka përmirësime të rrugës. Dhe kjo është shumë pozitive. Dgjoj, po çfarë përmirësime është në gjumë? Unë përdor biçikletën, ti e di. Po ka të paktën një vit e gjysmë nuk ka një vizim të rrugës për biçikletat mos. Tu bën Erion Braçi. Po një skandal. Po çfarë bëhet kështu. Interpretimi politik dhe problemi nëse ka një problem Bashkia e Tira nuk është një problem që ka drejtoria komunale. Ka një problem që është politik. Përse këta nuk punojnë siç punonin parë? Përse këta janë të dekurajuar? Pra nuk ka shanse po thua për ndryshim. Shiko, never say never, asnjëherë mos thuaj asnjëherë. Jo, shanset po themi, ne po themi. Nëse ka një mekanizëm që zoti Rama mund ta detyrojë për zgjedhje të jashtëzakonshme, nuk është opozita. Kjo pak po e sigurt. Opozita po shkëlqen me mungesën e saj. Pra nëse ka një faktor politik që po shkëlqen me mungesën e saj në të keq gjithmonë, jo në të mirë, ajo është opozita, që nuk di se ku është. E ka humbur si Xhaferi si mitën, është ajo shpreha para viteve. Opozita ka protestuar për Ballukun. Po s'po them për Ballukun, po them për Ramën, po them për Ramën tani. Dhe po ta mbaroj. Mekanizmi vetëm dhe këtu un jam kundër me atë që thot Elmeri. Mekanizmi vetëm që Ramën mund ta detyrojë për zgjedhje të parakoshme ose zgjedhje lokale dhe zgjedhje të zakonshme njëkohësisht janë vetëm protestat. Dhe frika që është krijuar nga protestat. Unë shikoj një nuancë, një frikë, shikoj agjitim, shikoj shqetësim nga zoti Rama nga protestat. Nuk e kam parë më parë. Se kam parë ata si protesta opozitës. Është hera parë në këto 8 vite që zoti Rama ti lexon shqetësim në fjalët e tij, në sjelljen e tij. Dhe fut këtu problemin që mund të dalin nga zonja Balluku. Fut tu protestën. Fut edhe mbi gjitha mos kontrollin të protesta siç ishte kontrolli të një pjesë e opozitës, sepse ata kanë dakord për reformën territoriale. Bash po ikin oçe në shumë qytete dhe po bëjnë ato dëgjesa ndërkohë që janë një fake, sepse ne gjithë dimë që ata kanë rënë dakord, edhe pse nuk e dim finalen, variantin përfundimtar. Po protesta është zgjidhja për ata që duan të rrezojnë Ramën. Do dalim te protesta, do e diskutojmë se si do të qëndrojmë në shpirtin e rregull. Nuk jam shumë dakord me Arbrin ku vjen puna te a mund të prodhoj Balluku një krizë majorancë. Nuk e kemi parë ende në konceptin e një përballje frontale me Ramën. E kemi parë që Jean Balluku nuk ka precedent në formën e mbrojtjes që është bërë. Pra kjo lloj mbrojtje nuk është rezervuar asnjë eksponenti tjetër të PS-s, sado probleme me ligjin ka patur. Një nga rastet që më vjen më shumë ndërmend ishte Sajmir Tahiri, po themi personazh që u rrit në PS nën patronazhin e Ramës dhe në momentin e parë që pati vështirësi e dinë gjithë se si përfundoi historia. Balluku ka vetëm ngjashmëri ndoshta me Olta Xhaçkën deri diku, për arsye ka mbështytje komplet të ndryshme. Rama nuk është një politikan as naiv, as solidar nga historiku i asaj që ka treguar me zyrtarët e lartë të PS-s që kanë patur probleme. Shumë njerëz që kanë patur pushtet në PS sot janë hiç gjë në kuptimin politik. Mendoj se tek rasti Balluku kombinohen të dy faktorët, si forca e zonjës Balluku, ashtu dhe një lloj gatishmërie e saj për të mos u sjell si të tjerët. Pra nëse të tjerët kanë pranuar një lloj deri diku ta quajmë kompromisi për një malore të lehtë, siç përshkruhej edhe nga dëshmitë e funksionarëve të caktuar që flisnin, po themi, për momente para arrestimit se çfarë alternative të mesme kishin zgjedhur, u duk sikur Balluku nuk pranoi asnjë alternativë tjetër përpos qëndrimit në barkën e majorancës. Kështu që mendoj se edhe pushteti i saj është real tek lista e deputetëve që ajo ka përpiluar, paktën për qarkun ku ishte edhe drejtuese dhe gjithashtu ka shumë të drejtë Almeri që thotë se në disa ministri Balluku mbetet fort. Tani a do ta bëj apo jo një betejë me Ramën nëse vijnë kushtet, unë këtë nuk e di, por që pushtetin për ta bërë një betejë me Ramën nëse vijnë rrethant, potencialin e ka.
Asgjë apo jo. Po arratisjen si Ahmeta i se. Nuk besoj se është rasti. A mundet e ka bllokuar pasaportën? Po, është bllokuar, nuk mund. Nuk lëviz. Okej. Ndërkohë, kalojmë pak tek protesta Almer Toska, ke bër buj në lidhje me deklaratat e tua për sa i përket se kush qëndron pas këtyre protestave. Shiko, neve kemi qenë me Arbrin në një emision përbashkë dje në Top Channel të Grita Duma dhe kemi qëndrime tona dhe pse jemi miq. Kjo është e bukur që kemi qëndrime, këndvështrime të ndryshme. Dhe për këtë duhet luftojmë që të mendojmë po të binim dakord thonte njëri Bler, s'ta thonte. Po. Atëherë, un kam një qendrim ndryshe për protestën. Un jam shumë dakord që të rinë shqiptar duhet protestojnë në mënyrë masive kundër kësaj qeverie. Për një sër arsyesh dhe për një sër aferash korruptive që unë i përmenda dhe i përmendë më sipër, që janë dosja Balluku, inceneratorët, dosja e Ministrisë së Shëndetësisë, afera korruptive e onkologjikut, aferat korruptive në Bashkinë e Tiranës, tenderat e panumër që janë abuzuar, rrugët e panumër që janë vjedhur dhe janë shembur, abuzimet e jashtëzakonshme në çdo skaj, në çdo qelizë të këtij vendi, përfitimet e palishme nga politikanët dhe oligarkët të lidhur me politikanët. Të gjitha këto janë motive që qytetarët shqiptarë dalin dhe të protestojnë. Të gjithë këto janë motive që dalin qytetarët shqiptarë të ngrihen dhe të rinë shqiptarë të protestojnë. Por fatkeqësisht nuk ka rezultuar që ka dalë dikush protestoj. Në këtë vend ka pas arsye më madhore se onkologjiku dhe nuk ka protestuar askush. Ka pasur një protesta të vogla minimaliste me 50 persona. Kanë qenë partitë e vogla të cilët kanë qenë në shesh dhe kanë protestuar grupime të vogla protestuesit që përbëjnë forcat politike që këto drejtojnë. Pra 150 vet, 100 vet. Kurse kur vim në këtë rastin konkret, kemi të bëjmë me një protestë ndryshe. Si ka mundësi që në këto protestë ka masivitet? Kur protestat e mëparshme nuk ka masivitet. Është mbushur kupa. Jo pra, jo. Gjitha këto që përmendet ti, është mbushur kupa. Qytetarët janë derdhur në rrugë. Shtri dorën sepse un jam një nga qytetarët që mbështes njerëzit të cilët janë të përfaqësuar, njerëzit që mbyllin gojën dhe nuk flasin, dhe unë flas në emër të tyre për atë që kam mundësi për bërë si opinionbër, si gazetar, duke bërë detyrën. Por në këtë rast gjërat ndryshojnë. Unë nuk mund të bëhem me ata protestues të cilët përbëjnë protestën dhe dalin aty dhe dalin kundër të ardhmes së vendit. Pse e them këtë gjë? Atëherë, kjo protestë nuk ka nisur aty për Belin dhe Ballukun, por ka nisur për Zvarnecin. Ka nisur protestë për një projekt, mega projekt, 4 miliardë euro investim, me nga brendet më të rëndësishme që vinë investojnë në Shqipëri. Çfarë kërkojnë këto grupe interesi? Thonë që mos bëhet se pish faunën, florën, pra pengon flamengot futurojnë. Po pse nuk dolën protestoni këta banor, këta protestues? Me regji për aeroportin e Vlorës, ku është prishur në akërni e gjithë fauna dhe flora? Si ka mundësi që këta njerëz nuk protestojnë për dolën sot? Tani këtu kuptojnë që kjo protest ka mbrapa regjizor. Çfarë ka regjizor? Këtë ka 3 grupime pra, përbërja e protestës. Ç'i them? Ka grup interesi anti-shqiptarët, që nuk duan që Shqipëria të zhvillohet në turizëm, sepse jemi prag të antarësimit të Bashkimit Evropian dhe markat dhe brendet më të rëndësishme vinë për këtë fakt që ne po antarësohemi. 2. Janë grupi i njerëzve që duan të përfitojnë për ta kapitalizojnë politikisht protestën. Kush janë? Grupi Soros, që po i bën presion Erion Veliaj me Soros, po i bën presion Edi Ramës, i cili thon, ti je një nga ne dhe ti s'mund të futesh në interesa ekonomike me Donald Trump, sepse në Shqipëri po investon vajzat Donald Trump. Ata nuk e duan që Rama të jetë edhe i tyre dhe i Trump. Dhe ky është grupimi që është aty në rrugë. Grupimi i tretë janë qytetarët e ndershëm, që për këta unë i them faleminderit që dini dhe protestoni, por gjeni kauzën e drejtë, jo kauzën antikombëtare që mbështetet nga Greqia dhe Soros. Jo kauzën që pengon zhvillimin e Shqipërisë, jo kauzën që pengon ardhjen e investitorëve tuaj në këtë vend. E dini sa kohë ka këtu, unë kam qenë takim me grupe të rëndësishme investimit tuaj që duan të investojnë dhe Trump në këtë vend. Grupe italiane isha në disa takime të ngushta, donin të investonin, po kur pan që këtu kishte Artur Sheu me shok dhe individë të tjerë të cilët kishin përfituar pronat në mënyrë të palishme, ata nuk vinë sepse pan dokumentarin e Rajt. Tani kur shohin këto protesta, si mund të vinë ata njerëz për të investojnë në Shqipëri? Pra kjo është një protestë e padobishme për narrativën që ka. O, protesto për Berin dhe Ballukun, protesto për Edi Ramon, protesto për Sali Berishën, po jo kundër Shqipërisë zotri. Mos protesto kundër investimeve madhore që vinë në këtë vend. Kushdo qoftë. Ore bujë, le të vinë investitorët grek. Le të investojmë ta bëjmë këtë vend më të zhvilluar, le të fitojnë.
Kanë ardhur investime greke, le të vinë turke, le të vinë italiane, por jo mercenarë të cilët duan të ndëshkojnë të lënë papambetur Shqipërinë. Ore, këta duan që ta lënë turizmin shqiptar në kohën e Dhimos, që hipte makinës dhe rrifte ata biznesmenët. Ku është e keqja që kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës? Tani le ta kërkoj unë i pari dorëheqjen e Edi Ramës, por jo në këtë mënyrë. Problemi është që kuptohet Redo, që këtu është një protestë me regji. Ore, pse nuk dolën këta më të protestonin, protestuesit aty të ngelin në shesh? Kur partitë e reja bënin thirrje bam babum babum, pse nuk dolën? Asnjë nuk doli. Lapa e të tjerë, po, të gjitha. Atëherë, a është e besueshme teza që këta njerëz janë të orkestruar që dalin aty? Pra, ore, aty ka dhe një grup të tretë, janë grup të ndershëm, janë njerëz të cilët duan largimin e vërtet qeverisë. Bashkëmetarem dhe unë. Por unë nuk bashkohem me kauzën që kanë të pengojnë investimet e huaja në këtë vend, pengojnë investimet e Donald Trump. Investim amerikan, ore zotëri, do dalë ambasadë amerikane me qëndrim, do dalë dhomë amerikane tërheqësisë me qëndrim për këtë çështje. Nuk është një çështje kaq pa sensibilitet kjo. Nuk është një çështje kaq e pandjeshme. Ka ndjeshmëri kjo çështje. Se të pengosh investimet amerikane në këtë vend, do thotë se ti nga ana tjetër po i shërben indirekt investimeve ruse, investimeve serbe dhe çdo investim tjetër që nuk do Shqipërinë. Pra, këtu është dhe një pjesë klasë shoqërore që cilës aty ka dhe nga ata që janë delirantë, protagonist, të cilët kapin mikrofonin dhe mendojnë që duke bërë protagonistin protest, mund të kapin në një pazar të vogël me qeverinë, mund të bëhen zëvendësministra, mund të përfshihen dhe opozita dhe hajde kapin mikrofonin dhe o burra neve t'i bien projektit. Nuk bëhet kështu. Neve nëse duam Shqipërinë, po duhet themi, në Shqipëri është vjedhur ka korrupsion. Hajde protestojmë, nuk del njeri. Ne themi Belinda Balluku ka thënë ka vjedhur 50 milionë euro dhe mediat, nuk del njeri. Kemi thënë që po vidhet në shëndetësi, po vidhet, ore kuptoni nuk po del njeri për atë projektin që po bëhet për atë çështjen hormonale. Pra kërkojnë të transformojnë gjinin dhe po investojnë për transformuar gjinin e fëmijëve. Dhe këtu nuk del kush flasi. Pra, edhe del dhe flet, jo s'kam mbaruar. Po. Të marrë kohën time se nuk do flas më. Pra, un jam mbështetës i çdo njeriu i cili bën protestë ndershme, jo protestë dirigjuar. Aktualisht unë ta thash, këtu janë në shesh ka njerëz të manipuluar, të cilët janë dhe kanë dhe urrëtie. Po, kanë urrëtie kësaj qeverie. Por në këtë moment nuk duhet kjo protestë, sepse kjo protestë në prag të turizmit. Kjo protestë në prag të një sezoni turistik që i dënon dhe i dëshkon të gjithë ata atje në Vlorë. Kur shikojnë protesta për ato lajmet që Arbri përmendi, lajmet ndërkombëtare, njerëzit mund të shtyjnë rezervimet për hotele. Mund të shtyjnë të gjitha planifikimet që kishin bërë për të udhëtuar në Shqipëri. Pra kush mban përgjegjësi për këtë gjë? Unë jam dakord që ne vetë protestojmë të rrim aty 1 muaj në shesh, 2 muaj në shesh për kauza të drejta, po jo për kauza anti-shqiptare. Pse këtu ka një projekt në Zvërnec dhe nuk është përfshirë George Soros marrë llokun e vet, atëherë neve duhet dalim aty, sepse kanë dalë organizatat e George Soros. Kanë dalë grupet qeveritare anti-shqiptare të cilët janë të infiltruar aty. Janë dhe qytetarët e ndershëm të cilët duan largimin e Edi Ramës, janë të mefosur. Po, është rini, shoqëri. Unë jam dakord që neve po ke qeverisemi. Po nuk kemi protestuar drejt që ta hajë deri tani. Pse tani e gjetëm motivin e të protestojmë? Po tash mbushet. Tani nuk është mbushje kupe. Jo më hap, ja ka vështrimin e vet, nuk do pengoj asnjë. Jo, në këtë moment është një lëvizje taktike dorë organizuar. Kjo po bëhet për të penguar investimet në Shqipëri, për të penguar që neve, ore, diçka turizmi jemi sot në Shqipëri, jemi turist low cost. Vinë turistë të varfër, blejnë djath dhe patate dhe byrek në markete dhe shkojnë bëjnë plazh. Nuk kemi turizëm elitar. Ne kemi disavantazh të madh. Se kemi 2 vende fqinje shumë të bukura, si Greqia dhe Kroacia, të cilët janë i hap përpara ne zhvillimit turistik, ne po futemi në këtë lloj trendi dhe po i konkurrojmë. Ato linja anti-shqiptare nuk e duan zhvillimin e Shqipërisë në turizëm. Unë jam dakord që hajde të flasim kush i ka grabitur prona në Zvërnec. Hajde të flasim si është i ndërsuar prona, por jo të dalim kundër projektit. Jo të dalim kundër zhvillimit. Se çfarë do themi ne nëse nesër vjen një investor në turizëm në Skapar? Ore zotëri, po zhvillohet po Gradeci, që deri dje ka qenë një vend i cili frekuentoi vetëm nga pleq. Ka qenë sot po zhvillohet me projekte turistike, po zhvillohet Korça, po zhvillohet Veriu. Tani si do ta zhvillojmë ne këtë vend? Ore, industria kryesore në këtë vend është industria e lehtë dhe industria e turizmit. Nuk bëjmë ne dot gjë tjetër, nuk prodhojmë ne avion dhe raketa. Edhe pse ka çmendur Edi Rama që bie këtu lloj mashtruesi si Joni Rifit që prodhon armë në uzinën traktor. Pra ne po flasim industrinë që ne i përballojmë dhe i bën mirë dhe shëndetit ekonomik të shqiptarëve. I bën ata të rinj që të ngelin dhe të punojnë këtu. Po ta dëgjojmë pak Arbrin. Arbër, si e shikon? Tani ta marrim pasapi. Ta serojmë pak mirë këtë punën e zhvillimit. E para njëherë, pavarësisht se mund të ketë qarqe anti-shqiptare, dhe kjo nuk përjashtohet, Shqipëria nuk ka për të synuar asnjëherë Greqinë. Se dini pse? Sepse Greqia fatkeqësisht për ata, fatkeqësisht për ne, i ka zgjidhur elementet më të thjeshtë dhe më të rëndësishëm të turizmit. Ka zgjidhur ujë 24 orë,
ka zgjidhur çështjen e pronës dhe ka zgjidhur Po për të dalim arbër edhe elementin, ja ta them. Dalim protestojmë dhe për ujë, dakord, jam ta marr hapasap, jo. Do ta marr argumentin hapasap. hapasap. Ujë Sarand, hajde dakord. Ka zgjidhur edhe elementin e ujrave të zeza. Pra, në Greqi janë disa nga plazhet më të bukura në Europë me flamur blu. Që flamuri blu është cilësia më e lartë e ujit. Në Shqipëri nuk kemi, mos gabojmë asnjë, ose mund të jetë vetëm një. Pra në gjithë Shqipëria, për ata që nuk e dinë, fatkeqësisht, dhe kjo pavarësisht se unë pushimin të bëj vetëm në Shqipëri, për ata që nuk e dinë. Nuk shkoj asnjëherë jashtë Shqipërisë, kanë vite, sepse më pëlqen këtu. Por ti themi disa gjëra siç janë për t'i rregulluar. Shqipëria ka kërkuar Bashkimin Evropian për këtë gjë deri tani. Ja mund të dalë aty. Hapasapi. Dhe Shqipëria për shembull ka kërkuar Bashkimin Evropian shtyrje me 10 vjet që të rregullojë problematikën e ujrave të zeza që derdhen në det, sepse nuk e zgjidh dot tani dhe ka kërkuar ta zgjidhë në vitin 2040. I ka thënë BE-s na e mbyll syrin për këtë gjë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe për ujin e pishëm. Do jetë ujë i pishëm 24 orë dhe do ta zgjidhim në vitin 2040. Në Shqipëri nuk pim ujin nga çezma zotri. Kush pi ujin nga çezma? E dini apo? Po jep se ti marrim hapasapi. Greqia. Ky është investim, e para njëherë nuk ka një kritik ndaj projektit sepse nuk kemi projekt. Pra, gjithë kritika që është për momentin nuk është në thelb ndaj projektit, është në mënyrës se si kemi vajtur drejt krijimit të këtij projekti. Heshtje dhe një errësirë komplet në gjithë mënyrën se si është proceduar me banorët lokal, si është proceduar me pronat, dalin njerëz të lidhur me krimin, dalin njerëz të lidhur me ish-drejtësinë. Pra njerëz si problematik verë në Shqipëri. Po kush, Artur Shehu? Jo, Ivanka Trump, s'kemi projekt. Jo, s'kemi projekt. Më fal, ke projekt, ke parë projekti? Zoti Rama thotë nuk kemi ende një projekt. E tha ditë CNN-i. Unë se dëgjova gabim. Ti japun përgjigje për. Ja, ta mbaroj. Të lutem se projekti ka qenë, po të dëgjova tani. Më the. Tani është ndryshuar për dy Do ta katë. marr hapasapi të gjithë diskutimin. Dhe tani ne nuk e dim kemi një projekt apo jo. Dhe po ta dim që kemi projekt, mund të flasim edhe pak më ndryshe. Tani, pse si ka mundësi në Shqipëri, ata që janë persona me të shkuar kriminale, të akuzuar zyrtarisht për pjesëmarrje në mafjen italiane, arrin të marrin me mijëra hektar toka, me 100 hektar tokë në Vlorë, ndërsa një vlonjat i ndershëm ende nuk e ka marrë pronën e tij. Ka nikur 10 ose 15 drejtor të kadastrës në Vlorë, miku im. Ku ka nikur ata? Pse ka nikur? Se 10 ose 15, sepse kanë patur kërcënime nga grupet kriminale. E pra tani, dalin këto grupe kriminale, super pronar në Vlorë. Tani si ka mundësi dalin këta tani? Ja ma thuaj ti. Si ka mundësi nuk ka asnjë të arrestuar për ato kërcënime që janë bërë drejtorëve të kadastrës? Aq keq ka qenë situata dhe historia në kadastrën e Vlorës, sa shkrirë ajo kadastër dhe ka ardhur në Tiranë. Imagjinoni se për çfarë situate po flasim. Tani Greqia mund të ketë interesat e saj, po Greqinë kjo e cënon aq pak, sepse ai është një vend që maksimumi mund të ketë 1000 deri në 2000 turistë në potencialin e tij më të madh. 1000 ose 2000 turistë për Greqinë, e disa janë, është Maja e Thojt, është një vend që ka një rivierë shumë herë më të zhvilluar, shumë herë më të pasur, edhe është më mirë. Do dalim nga atje. Ti marrim hapasapi, ti marrim të gjitha hapasapi. Rritja besueshmërisë në investime. Ta çojmë deri në fund, jo se ka disa gjëra që duhet i themi mos i harrojmë për publikun. Për të gjithë ata që nuk e dinë, Vlora ka vetëm një mushkëri. Mushkëria e Vlorës është Zvërneci. Për ata që nuk e din, pylli i sodës. Zvërnes, pylli i sodës. Mushkëria në gjitha kuptimet. Nuk ka asnjë gjë tjetër. Jo, nuk ka. Vend të pyllëzuar, siç është pylli i sodës, nuk ka. Dhe pylli i sodës është ngjitur me lagunën dhe është ngjitur me Zvërnesin. Ma janë e njëjta gjë gati. Dhe vjen pas Pishporo. Shqipëria, po ta shikosh, ka vetëm një zonë që nuk është kafshuar nga ndërtimet. Është Zvërnes deri në Divjak. Është vetëm një zonë me përjashtim ndoshta Rogozhina, Bregdeti i Rogozhinës, nuk ka fare ndërtime, aq më tepër Babzi dhe Lukuni, siç kemi parë nga porti i Vlorës deri në Sarand. Ne kemi një situatë problematike me investimet të këtij niveli. Ka qenë dikur një port i Karpenit, e kanë harruar gjithë. Është një super investim, u tha atëherë, $2 miliard. Nuk është bërë asnjë gjë, nuk është hedhur nuk është pastruar as kanali. Ora nuk është bërë asnjë gjë, është dhënë leja, nuk e di çfarë u bë me atë projekt. Ka qenë kompani britanike, u tha atëherë. Ajo aty dyshoj që ishin shqiptar të fshehur në Britani, që kishin hapur në Britani. Dalim tek ajo pika e vogël në manastir. Një pikë e vogël, një gjë e voçkël fare, tha ministrja. Një gjë e voçkël, tha ajo, apo jo. E mbani më ministrin Kumbaro. Dhe u bë një qytet atje. Ja bër 10 apartamente, vila, ku dëgjon çfarë është bërë tjetër atje. Në manastir në Butrind.
një gjë pa tolerueshme. Shkojmë më pas tek aeroporti i Vlorës, plasi Grushti. Edhe tek Manastir, plasi Grushti mes pronarëve, mes atyre që janë atje, pra ne nuk kemi një historik të mirë. Ne nuk kemi siguri që ky investim do bëhet. Edhe mbi të gjitha, pse duhet bëhet atje? Të dalin ambientalistët dhe të thonë që ke një ekosistem të jashtëzakonshëm. Mund ta kthesh dhe atë në atraksion turistik, ke flamengot, ke breshkat që vinë. Është një nga ekosistemet e vetme të mbrojtura, të vetme në Ballkan. Shkon në plazh përpara breshka, në Mesdhe. Unë shkoj sepse aty më pëlqen se jam rritur atje. Se unë kam gjyshin kam mamane nga Lora. Dhe një nga zonat më të bukura që shkoj për të bërë plazh në verë është pikërisht pjesa atje, sepse është me rërë dhe është totalisht e pastër. Nuk ka ndërtime mbi një kaçe. Është një bukuri natyrore që ne mezi e kemi dhe duhet ta ruajmë, sepse po të fillohen ndërtime ty atje në Zvërnes do të shtrihen në gjithë pjesën e pyllit të sodës dhe Vlorës do të hiqet e vetmja mushkëri që ka. Nuk ka park tjetër Vlora, vetëm atë park ka. Është si të themi, do ndërtojmë te parku i Liçenit, ta mbushim me ndërtime për zhvillimin. Ka një gjë. Shqipëria nuk e ka imediate këtë punën. Protesta lidhet me Zvërnecin arbër apo lidhet me një mori problematikash që le të themi kulmuan me tani ne nuk duhet të jemi naiv dhe themi që ka të bëjë me Zvërnesin. Vetëm. Zvërneci ishte pika që derdhi Gotën, pika që derdhi Kupën, pika që mbushi oqeanin e kësaj energjie. Po more, nuk kanë qenë protesta më parë për gjëra të tjera. Ka patur thirrje, po nuk ka qenë ndjeshmëria. Dhe ndjeshmëria erdhi nga ajo qasje që kanë patur ata rojet e policisë private, që në thelb tregojnë mentalitetin që kanë të fortët e zonës. Nuk pyesin për njerëj, nuk pyesin për instanca. Për qytetarin e thjesht nuk e pyesin. Por kjo është një arrogancë që vjen nga lart poshtë. Kjo është një arrogancë që e ka kapur fatkeqësisht qeverinë. Dhe zoti Rama duhet bëjë dyshime të thella, sepse është një arrogancë e tmerrshme. Ka drejtor që nuk duan të dinë për ministra. Ka ministra që nuk e di emrin drejtori, jo më ne. Ma thoni ju si ka emri ministri i mjedisit. Mund ma thot njëri? Ja ma thoni këtu, ja ku Almeri ta heqi, Almeri Toska, që është gazetar shumë i vëmendshëm, edhe shumë kurajoz, ta heqi ChatGPT një moment, ma thot emrin e ministrit të mjedisit. Ja ku i bëj një sfidë zyrtare. Tani si ka mundësi një super projekt, mega projekt, kryetarja e Bashkisë së Vlorës në drejtim paditur. Një e paaft par excellence, nuk kam parë kryetare bashkie kaq të paaft sa ajo e Vlorës. Më besoni. Dhe kam një historik personal me të. E kam ftuar të RTS-ja kur kisha emisionin, e kam ftuar në emision kur ishin zgjedhjet e jashtëzakonshme e parakohshme lokale dhe për shkak të kohës televizive do të jepja edhe kandidatit të pavarur 4 minuta ose 5 minuta. Dhe për shkak se u vonua, futa atë kandidatin, ta fusja më mbrapa kandidatën e Partisë Socialiste që ishte për Vlorën. Sa erdhi pa kandidatin tjetër, dish më tha, më ke bërë kurtha. Edhe iku, nuk përballoi dot një debat me një njerëz që e kishte të humbur garën, sepse ishte një pa strukturë politike. Po të mos fut të rejtë. Jo, po prit pak. Në drejtim paditur kryetari e bashkisë, një e paaft e skajshme. Ore ministri i turizmit. Keni dëgjuar të thotë një gjë për këtë projekt? Kush është ministri i turizmit? E ka Blendi Gonxha. Din të thotë dikush njëri në një projekt, ka dalë në një gjë për këtë projekt. Si që nga ky mega projekti, se ky është mega projekt në letër. Mega projekt flitet, mega projekt ide, që të jemi më të saktë. Mega projekt ide. Si s'ka dalë të thotë një gjysmë fjalë më? O çfarë do bëhet me këtë? Si do jetë, si s'do jetë, është kjo ajo. Ministri i mjedisit e citova, po ministri i financave. Ore kush është kjo kompani që do vi do ta bëj? Ai ka financat apo jo? Janë 4 miliard dollar, 4 miliard euro. Është 40% e buxhetit të shtetit të Shqipërisë. Pra mua më frikson gjithë kjo errësirë, gjithë kjo qasje arrogante për projektin. Ne nuk e dim, nga do vi këto para mos diskutojmë. Unë shikoj te toka njerëz që dyshohet të lidhur me mafian italiane, një nga mafiat më të rrezikshme në botë. Dhe del emri atje, ndërkohë nuk di ka se kush do bëj investimin, kush do bëj pagesën. Tani, kompania zyrtare, 2 vëllezër nga Katari kanë bler pronën në vlerën 195 milion euro. Një kompani që pas ka 195 milion euro i ka lekët për ndërtuar dhe resortin. Atëherë arbri lidhur me pronësinë, unë e kam ndjekur, aty ka një problematik dhe është shprehur dhe kryeministri Rama, i cili ka thënë që të shkojë hakat e Izoti. Po është një çështje gjyqësore e jona e brendshme për të vërtetuar pronarët e vërtet dhe le ta gëzojnë ata që e kanë atë pronë dhe mos ta marri Artur Sheu me shok e me të tjerë që kanë përfituar në mënyrë të palishme. Por kjo nuk i heq të drejtën investimit dhe kjo nuk duhet pengoj investimin. Hajde të dalim dhe të kërkojmë që të dalin shesh flamurit. Ata të cilët atje rruga drejt investimit miku im. Rruga drejt investimit rruga drejt investimit
është një nga projektet që neve do ta kemi krenarin kombëtare për 100 vjetar të turizmit. Do bëhet një projekt që do ndryshojë, projekti më i madh në mes. Nuk ke për ta patur, pa hak të ti, nuk ka për të ndodhur, ta siguroj unë. E di pse nuk ka për të ndodhur, sepse ti duhet kesh edhe pjesën mbështetëse. Ti nuk e ke pjesën mbështetëse, nuk ke ujë më zot. Si s'ka ujë më? 24 orë. Ore zoti, Izraeli nuk ka ujë, Izraeli merr ujë nga deti tim mos pas ka ujë. Vërtet ka sa vetëm me Izraelin. Po mo janë. O zotri. Sa investime ka patur ti kujton që vjen këtu vajza Donald Trump dhe nuk di këto problematika, po jo me arbër se sa energji nuk i pas Shqipëria që nga vendet me burime hidrike ndër më të pasura në Europë. Po, edhe s'pas ka ujë për resortin e Trumpit. Dhe Shqipëria sot e kam ataren e ulizimin e ujë 16 vjetor. Keq përdorimi i fondeve publike. Hajde dalim protestë. Ujat e zeza. Hajde dalim protestë për këtë gjë. Hajde dalim këtë protestë. Ujat e zeza. Jo protestë për Zvërnecin, jo protestë për Sazanin. Hajde më të dalim bashkë. Sazanin ta marrim. Sazanin jam po. Vajza Trump rrepa po merr ujë me arbër nga Vlora do ta çojnë Sazan, Sazan nuk ka ujë. Jam s'pas se ka bërë ushtria më tani. S'ka ujë më, nuk ka. Ore nuk ka do ta ushtria çon në depozita. Ishte ujë mbledhës. Ishte në 1 metra për ekspertët. Ka pasur para vitit 90 te kalaja që quhet në Vlorë, ke një bovë të madhe atje, ai ka qenë tubi që çonte ujë në Sazan miku im. E po ta them se e di mirë s'do. Ka një gjë, ta djem pak Gjojin, ka një gjë, e mbylla Gjoj, ndjes shumë. Tani ka një gjë. Gjithë problemi është errësirë totale për këtë projekt. Ne nuk e dim, ka projekt apo jo. Ore, pse insiston Almeri thot 2 kate? Unë them 40 kate. Ku e gjen Almeri që thot 2 kate? Do të shpjegoj detajet për këtë. Po jo, ku e ke? Unë e konsultuar dhe kam marrë informacion. Po si mos ka projekt? Tani ka një projekt, më ka. Ta ka dhënë kryeministri. Jo. Ja ka dhënë kryeministri. Përshëndes, faleminderit vëlla. Ja ka dhënë kryeministri. Tani unë se vetëm ai e ka projekt. Kam siguruar të dhëna për projektin. Nuk e kam parë projektin të jenë fair. Projektit vajza e Donald Trump, Ivanka Trump, e ka refuzuar që ky projekt të miratohej, sepse kishte intensitet të lartë ndërtimi që shkonte deri në 4 kat. Ajo kërkonte që të ruhet biodiversiteti, të ruhet natyra, mjedisi dhe ka kërkuar një projekt arkitektë me 2 kat ndërtim dhe të ruhet çdo lloj habitati i mundshëm i cili është sot në funksion deri ke delta e Vjosës. Prandaj që projekt ka, por ka projekt i cili është kontestuar dhe po rishikohet. Gjoj, si e shikon këtë, po të mos fokusohemi ke projekti dhe ke detajet teknike në raport me investimin. Po protestën apo protestën, tani kalojmë te protestat dhe mund të thosh dhe komentin tënd lidhje me atë që po ndodh, sepse e ke gjithkohon. Për projektin s'kam as ekspertizën arkitekturore, po themi si jam as animalist kuptimi që të njoh biodiversitetin e kështu me radhë. Sa i takon protestës, mendoj që është siç është emisioni jot, Red jashtë kontrollit, siç ka titullin, ashtu është dhe protesta. Ka shumë flukse, me të drejtë tha dhe Almeri, unë nuk e shoh aq demonike, pra si një protestë që synon të luftojë interesat tona kombëtare. Ati ka shumë flukse nga së pari që janë, po themi kanë dhe profesion, janë politikanët, qoftë të rinj, të vjetër, i ketë pranishëm në protestë. Ke rrjetin e OJQ-ve, qofshin demonike ose jo, unë kam parë njerëz që përfaqësojnë organizata e jo qeveritare. Ka aspirant politik, njerëz që duan të kapin momentin, për të bërë një karrierë politike. Po, ke dhe parti politike, ke Arlin Qorin. Patjetër për e thash, politikan të rinj dhe të vjetër, po dhe aspirant që ndoshta duan të përfitojnë diçka nga intensiteti njerëzve që ndodhen aty dhe së katërti, por jo nga rëndësia, janë çifte të reja, njerëz të shtresës së mesme që janë shumë zhgënjur dhe besoj që këta kanë përbërë bërthamën asaj që po shohim. Pra nuk mendoj që është një protestë për Zvërnecin. Unë vetë kam qenë protestë dhe jam pro projektit Zvërnecit, por jo në formën që ne pa me tërheqje të njerëzve zvarr, pa një transparencë publike. Dhe mendoj që aty ka shumë njerëz që janë pro projektit. Domethënë, pjesa më kundërshtuese mund të jenë njerëzit që merren me mbrojtjen e natyrës, me kafshët e kështu me radhë. Në protestë jam i bindur që ka shumë njerëz që janë pro projektit Zvërnecit, siç jam dhe unë. Çfarë ndodhi në Zvërnec ishte brutale nga koncepti i asaj që njerëzit presin nga qeveria. Pra nuk mund të riqet një person zvarr dhe policia të bëhet sikur s'ka ndodhur
Kjo ndezi zemratën. Sa i takon projektit, shifra e publikuar është goxha ambicioz, do të ishte mëkat nëse Shqipëria u mbet këtë mundësi, por duhen gjithashtu një sër garancish. Ajo që ka lënë të kuptohet Rama me arrogancën e vetë është që unë bëj çfarë dua, negocioj për çdo gjë dhe nuk pyes asnjëri. Pra ky është elementi i gabuar që krijon një lloj urrëtie mbi arrogancë. Dhe kjo është, domethënë, mënyra si do shfryhen njerëzit është pikërisht duke dalë në shesh se formë tjetër nuk kanë. Se dikush mund të thoshte duhet një proces politik, duhen zgjedhje e kështu me radhë, po forma momentale e të shprehurit është dalja në shesh. Tani nuk e din çfarë do ndodh me Zvërnecin. Investimi është i madh, zyrat që Rama të paktën ka përmendur si dizajnatore të asaj se çfarë mund ndodh Zvërneci janë goxha prestigjioze. Brendet që do të afrohen, nëse është ashtu si sot Rama janë, po themi, top lista e hotelerisë në botë, dhe garancia që vjen nga vajza e presidentit Trump dhe nga Jared Kushner që ka një historik familjar në zhvillimin e pronave janë një garanci më tepër. Por kjo nuk do të thotë që çdo gjë të bëhet në terr. Pra mund të kishte shumë mirë një proces informues, disa tryeza informimi, konsulte ndoshta me ata që kuptojnë më shumë nga natyra. Pra nuk kishte pse të bëj kaq i jashtë syrit publikut, se po flasim për një monument natyror dhe diçka që mbrohet edhe nga ligji, ndoshta jo me ndryshimet ligjore që u bën në 2024. Kështu që në tërësi nuk mendoj që ka mendje të logjikshme në Shqipëri që të jetë kundër një projekti zhvillimor 4 miliardësh. Në Greqi ka 3 deri në 5 projekte të tilla, pra mund të ketë me të vërtetë në gjithë Greqinë. Dhe disa variojnë nga 1.2 miliard, ka dhe një projekt që është 8 miliardësh. Po në tërësi, nga përllogaritjet, Greqia ka vetëm 3 deri në 5 projekte të kësaj natyre. Nuk duhet të marrë, po them, sigur unë po them që ka ardhur gogoli grek në autobus në protest. Po them një fakt shumë thjesht që çdo kush mund ta verifikojë. Po është shumë e poshtër ta përdorësh, po themi, rivalitetin që mund të kenë shtetet caktuara për t'ju thënë protestuesve jeni të paguar nga Greqia, jeni nazist, jeni rus, jeni, domethënë, kategoritë e protestës janë të shumta, nuk e di, nuk kam një provë që të them janë të sponsorizuar nga Greqia, nuk vë dorën zjarr për këtë, po unë nuk kam parë njerëz sponsorizuar me sy të lirë. Nëse dikush ka një provë, le të më jap dhe okay, do të bie dakord. Në protest ka një mori njerëzish, secili del për arsyet e veta, ndalë dhe unë që jam pro projektit, por kundër. Janë gjenuine, kanë arsyet vërteta. Ka një pjesë konsiderueshme gjenuine. Se fjala vjen ajo që thot Anmeri, ishte rasti Balluku, që ishte rast flagrant ku personi dytë më i rëndësishëm i mazhorancës akuzohet nga SPAK dhe Partia Socialiste i del në mbrojtje të paktën. Komplete pa organizuar nuk është. Ardin Qori ka bërë punën e vetë, pra ka sjell atë gamën e vetë të mbështetësve për të ashtu. Agron Shejaj ka pjesën e vetë të mbështetësve, Adriatik Lapaj ka pjesën e vetë të mbështetësve. Ka të pabindur nga PD-ja me këto kush i solli. Unë pash deputet në Arjandoja, për shumë komplet rastisht, e ndjes që po e përmend, po me qënë se në publike që nuk po i them një vendodhje private. Te kush e solli, greku apo rusi? Se ka patur 2 protesta do ditë. Jo, tek protesta e qartë. E Zvërnecit, po e quajmë kështu që për mua zmbetet thjesht e Zvërnecit. Dhe këta greku i solli, ka njerëz afër opozitës, që opozita do mban qëndrimet më idioteske në raport me i protestat që janë afër opozitës, kush po i sjell. Po ka njerëz nga maxhoranca, edhe këta greku po i sjell. Prandaj është e pa vend, mendoj unë që t'i vëm në një tymnaj të madhe dhe gjithë kërkojnë të përfitojnë. Po në rregull, nuk po them atë. Motivet. Unë pajtoj me motivet e gjithë secilit. Ata që s'po tentojnë të përfitojnë, për mua janë ata prindrit me fëmijë që kanë dalë. Të dalin idealistët që janë këta familje dhe përfitojnë maskarejnë finale. Fund fare. Këtë kundërshtoj. Atë eminencën ngri, atë dorën e padukshme e cila nxjerr dhe aktivizon këtë fluks e njerëzish dhe mbasi i kapitalizon politikisht apo i kapitalizon për qëllime anti-shqiptare. Unë për këtë jam kundër. Le të protestojmë, jam i pari, hajde të organizojmë një protestë bashkërisht dhe dalim. Hajde të bashkohemi të gjithë po si shqiptar kundër kësaj qeverie e cila e ka bërë korrupsionin mullar. Unë jam dakord, por nuk mund të marrim ne motiv Zvërnecin dhe të organizojmë në këtë mënyrë kaq të përkryer sot. Jo zotri, kjo ka dorë e dirigjohet. Se kush e dirigjon nuk i bën mirë Shqipërisë, ai i cili është këtu.
të t'jap 2 shembuj. Në Greqi ndodhi një aksident me trenat, vdiqën dhe shqiptar, disa dhjetra viktima. Po çfarë faji kishte drejt për drejt, po themi, kryeministri Tsipras? Ishte protesta historike, u bllokua gjithë sheshi Sintagma i Athinës, s'kishe ku të rije. Edhe njerëzit tanë që kemi atje, kishin qëndruar 1 kilometër larg pikës kryesore. Tragjedia në Novi Sad, ra një mbules stacionit trenit. Çfarë faji kishte Vučići? Në kuptimin praktik të gjës, keq menaxhimi e kjo. Janë protesta të ngjashme. Përveç se derdhën dufin e brendshëm, emocionin akumuluar, çfarë sollën këto protesta? Në Greqi, ta them unë çfarë sollën. Në Greqi sollën rënien përqindje. Miçotakis është në mandatin e dytë. Është mandatin e dytë. 28%. Në mandatin e dytë. Po më është mandatin e dytë. Po është 28%. Se atje nuk ka opozitë qitur që të lë 4 mandate. Kupton, është tjetër gjë. Për shembull, në Beograd prodhoi një opozitë të re. Do të ketë listë studentore në zgjedhjet e ardhshme, kryesohet nga rektori i universitetit. Do opozita apo do prodhojnë ndryshim qeverie? Çfarë prodhon nuk e ndajnë marrim qasjen dhe shembull marrim krahasimore. Do prodhojnë ai parti politike. Sa të duash prodhon? E largon Ramën kjo prodhim parti politike? Se largon. Nuk i dihet. Po se largon pra se ke shembullin e Serbisë, ke edhe shembullin e Shqipërisë. Po s'kan ardhur zgjedhjet në Serbi, pse po? Ore Gjoj, unë jam shumë dakord, le ta rrëzojmë Ramën bashkërisht. Problemi është që Rama është aq i strukturuar në këtë vend sa ka kapur opozitën dhe çdo gjë që un flas sa herë dal në studio dhe bashkërisht kemi folur dhe është i pamundshëm dhe i pathyeshëm me këtë qasje. Është shumë e thjeshtë largohet Rama, largon liderin e opozitës, sjellin lider 3 opozite të Partisë Demokratike, ka mbaruar. Këtë gjë nuk duan ta bëjnë asnjë forcë e re politike në këtë vend, nuk mundet ta rrëzojë Ramën në këtë moment. Është e pamjaftueshme në numra. Rama e thyen në strukturë. Do ketë takim në Vlorë, ke në Shesh mbi 10.000 veta zotri. Ku do ta mundesh ti Ramën? Kush janë njerëzit që reagojnë? Është sot kemi një strukturë shtetërore që ka punësuar mbi 50% të popullsisë. Dikujt motrën, vllajin, dajën, një pjesë e mban pensionistët, një pjesë e mban me tendra, një pjesë ka oligarkët. Kush është kjo pjesë aty? Disa dalin aty protest. 5.000 veta janë. 5.000 veta nuk prodhojnë një mandat deputeti zotri. Nuk mendon se sjellja që bëri opozita në forumet e larta që mblodhi së fundmi është dhe një arsye më shumë që ka ndalë opozita, unë jam njeriu kyç që dal dhe jam i revoltuar me këtë opozitë. Po pra, kjo opozitë ke shumë të drejtë, që kjo opozitë është fajtore që Shqipëria është në këtë gjendje. Po aq fajtore sa është Edi Rama sot. Bashkëpunimi i heshtur në afera korruptive. Jo, janë bashkarisht, është bashkëpunimi në afera korruptive, përfitime personale. E mban vendin te opozita kanë shkuar këta. Po do ta shohim pastaj. Shumë njerëz shkojnë te Partia Socialiste kanë shkuar aty nuk ka asnjë gjë të keqe. Po si nuk prekën çfarë ka. Le të zgjohet ajo seli dhe të bëhet seli për ndryshim. Le të udhëheq ajo protestat. Le të ndjekë shqiptarët, por nuk i besoj shqiptarët asaj selie o zotri. Atyre njerëzve që janë brenda nuk i besoj. Do dalim aty se e kam. Emocion kaq madh nga protesta pas dhe komente kundër kësaj. Ky nuk është një moment racional që këta shkuan tek PS-ja, tek PD-ja dhe i thonin njerëzve të shohin nga kafja. Është një moment emocional i protestës dhe duhet të kuptuar. Nuk është se kanë qenë agresive, atje kanë bërë dy thirrje, kanë Berisha Hamburg janë kthyer. Arbër se ju smange, a ishte genuine? Jo, nuk është manga, po nga ky genuinitet. Fjalën. A mund të lindi një shkëndi që mund të kthehet në një zjarr që ta të farktoj një Shqipëri të re? Nuk duhet ta quaj zjarr, duhet ta quaj si ai topi borës që zbret nga maja e malit dhe bëhet një ortek i madh dhe i merr çdo gjë para. Jemi ende në fazën e një topi bore që po zgjerohet. Snowflake. Por nuk e di çfarë do ndodhi më pas. Nuk e di do ta marrë apo jo. Ajo që unë që në krye të herës jam rreshtuar me këtë protestë dhe e kam bërë publike. Ti je rreshtuar në krah? Në krah, jam i mbështes sepse kam parë njerëz të drejtë, kam parë njerëz të mirë, kam parë një brez të ri që është jashtë indoktrinimit politik, kam parë njerëz që janë nga Partia Socialiste, kam parë njerëz që janë nga Partia Demokratike, pra kam parë njerëz që kanë dalë nga rreshti, kam parë njerëz që kanë thyer frikën. Pse thuhet frika, se po shikosh Partinë Demokratike thot o dilni me ne thon, o mos dilni me të tjerë se do t'ju heqin nga puna, do t'ju bëjnë ato kështu ashtu dhe ja ku janë, kanë thyer frikën, janë të rinj. Janë të rinj dhe janë të reja. Mund të ketë element, për shembull, element problematik kanë qenë disa radikal islamik të cilët fusnin Izraelin pa qenë arsye dhe pa qenë fare e vërtet. E fusin kështu inkognito, hinin element. Gjë që ishte një fake news dhe një pjesë e organizatorëve u deklaruan dhe u shprehen hapur kundra.
Ndërkohë ka patur kush janë këto edhe njerëz të tjerë publikut, kush janë këto individ? Edhe njerëz të tjerë, ja ta mbaroj. Kush janë këta njerëz të tjerë publikut që jemi organizatorë? Kush janë këta që marrin dorësinë e protestës? Kush janë më këta njerëz? Takova organizatorët. Kush janë për na thuaj neve? Ju që jeni nga opozita çdo gjë lini me lek. Nuk është pasuri xhepi miku im në politik. Pasuri ndonjëherë në politik ka të bëj edhe me vullnetin, me angazhimin, me këmbguljen. Pse dalin? Këta janë të rinj, ti dinë ne ti marrin ti pyesim në studio. Janë të rinj. Na thuaj më kush janë? Miku im, janë të rinj të zhgënjur. Janë të rinj, askush deri sot nuk ka marrë dorësinë e protestës. Askush deri sot janë të rinj që kanë mbaruar sa më shumë njerëz të shkolluar këtë vend për të mirën e Shqipërisë. Janë të rinj që kanë mbaruar shkollën, që kanë vënë në Partinë Demokratike dhe kanë dashur të angazhohen politikisht edhe Partinë Demokratike dhe socialiste ka njerëz edhe me fondacion, edhe me fondacioni Soros. Janë njerëz që kanë vajtë te Partia Demokratike dhe kanë gjetur atje. Mirë, le të bëjnë një forcë politike. Le të dalin aty, po jo kundër Zvërnecit. Po dëgjoj më ta them. Janë njerëz që kanë vajtë te Partia Demokratike dhe kanë parë që në vend të promovohen të rinjt, promovohen deputet që kanë qenë në vitin 92 në politik, që i zë gjumin në blues me ndër fjalën. Kanë vajtë Partia Socialiste, kanë vajtë Partia Socialiste, po më lëmë ta mbaroj. Bindshim Arlind Qorin, rivalizojnë lapajin tjetrin e Partia Socialiste. Kanë parë që punojnë, studiojnë dhe promovohen modele si Zeqineja. Edhe janë zhgënjur më nga PS-ja, janë zhgënjur nga PD-ja më. Ora janë njerëz që janë kundër arrogancës, janë kundër atyre deputetëve që kërkojnë llogari njerëzve, ndërkohë që duhet të jenë njerëz që kërkojnë llogari politikanëve. Ora janë njerëz që janë rritur me halle, janë njerëz që kanë prindër që kanë vuajtur, janë njerëz që janë rritur me luftë me gjyqet për të marrë pronat e gjyshëve të tyre. Janë njerëz që kanë parë gjyshin e tyre që ka vdekur me një pension 140.000 lekë në muaj. Janë njerëz që kanë parë të merret prona, të shëmbet prona, të prishet prona. Janë njerëz që kanë parë pandushkueshmëria nuk funksionon në Shqipëri. Po këta më janë më. Janë të gjithë na dalin njerëz që bëjnë një forcë të re politike, janë të mirëpritur dhe të marrin besimin e shqiptarëve dhe të dalin me 0.03% finale. Janë njerëz e thjeshtë dhe të bashkuar me ata në projekt politik. Meriton që njerëz të rinj të angazhohen. Patjetër jam shumë i hapur. Janë njerëz të thjeshtë dhe të vuajtur të kësaj shoqërie, më ata janë më. Ata janë, janë njerëz që kanë një kurajë. I kishin zgjedhje Akrosheja, Arlind Qorin, Adriatik Lapajn. I dhanë ata, i kanë 200.000 vota atyre, partive të reja. 200.000 vota. Po nuk janë të sistemi nuk u përkthyen në mandate. I kanë dhënë 200.000 vota ata. Çfarë po bën? Nuk është fat. Ore dini që Rama supermashtrues po veret partitë e reja me këtë projekt ligji me 4%. Po Lapaj po propozon. Është vetë vrasës. Është partallus, është kamikaz si projekt ligj për partitë e reja. Si do dalin këta të rinj kur ai po i vret pa i hyrë në garë, vetëm me propozime projekt ligjit. S'ka të bëj. 7% në finale, 80.000 vota duhet për një mandat. Do me ndihmë 80.000 vota nga këta. Unë i kam thënë disa për organizatorëve që ata të kthehen në forcë politike, të kalojnë në nivelin tjetër, sepse gjithë kjo energji pozitive duhet të provohet. Janë njerëz të pastër, janë njerëz pa lidhje me të kaluarën korruptive. Janë njerëz pa lidhje korruptive me oligarkinë, me krimin organizuar dhe këta duhen mbështetur. Unë nuk e di do kthehen apo jo në parti politike. Por e rëndësishme është që këta duhet të jenë. Duhet të kërkohet llogari PS-s, duhet të kërkohet llogari PD-s, duhet të kërkohet llogari arrogancës dhe të mos jetë kjo status quo. Para kësaj proteste, miku im, kemi parë një dhe jemi akoma në muaj mjalti PS-PD. Është një muaj mjalti i jashtëzakonshëm. U votua rezoluta e integrimit, Komisioni për reformën territoriale. Tani marrëveshje politike. Marrëveshje politike dhe unë jam për marrëveshje politike, por me çfarë kosto? A pyeten qytetarët vërtet për të rritur apo për të ulur numrin e bashkive? A shkojnë pastaj te pjesa e shpenzimeve? Përse duhet të bëhet? Ore më falni çik. Do bëhet Zvërneci. A janë pyetur qytetarët e Vlorës? Të bëhet referendum. Do t'i vosh kampaniën se ka reagim në Vlorë. Bë protestë. Se nuk zhvillohet protesta në Zvërnec, po vjen Tiranë. Bë protestë në Vlorë dje dhe të dalin 300 veta në protestë në Vlorë, më beso, është sukses. Sepse është një qytet, është qytet shumë i majt dhe të dalin 300 veta është sukses, ë? Dhe do dalin besoj Vlora foli në zgjedhje lokale 8% votoi. Por ka një gjë. 8% votoi. Edhe kjo është gënjimi. Por ka një gjë. Njerëzit nuk kanë patur alternativa. Dhe ky është problemi. Shikonin PD-n që ishte njësoj si PS-ja. Shikonin partitë e reja nuk i bindin sepse nuk donin prova më të forta nga natyre. Në rastin konkret, ata kanë thyer frikën më, i kanë dalë kundër PS-s, i kanë dalë kundër PD-s.
është një gjë e jashtëzakonshme kjo që është duke ndodhur atje. Duhet ta mbështesnim. Nuk ka të bëj. Unë s'kam asnjë interes atje. Madje mua unë prish interesat e mia nëse dal për protestës dhe po kundërshtoj partitë e vjetra. Unë po prish interesat e mia në këtë gjë, por është një gjë e drejtë. Duhet jemi të drejtë me brezinëri. Ja kemi detyrim. Ato që si kemi thënë për shumë kohë. Ja kemi detyrim i kemi mbajtur koherente të protestoj për çdo gjë të vënë. Ne mos protestoj vetëm kur i nxjerrin me dirigjim. Doni ta çoni deri në fund, doni ta çoni deri në fund, bëni parti politike, bëheni. S'doni, mos e bëni, është e drejta juaj. Por ne kemi detyrim në këtë moment t'i japim mbështetjen e tyre dhe t'i themi që jemi me ty. Që të delegitimojmë opozitën e vërtet këtij vendi që ka 50 nëse delegitimojmë. Opozita pse nuk është në shesh, e gjitha. Pse i ka sulmuar? Sepse mendon që ai projekt vlen për Shqipërinë, është qëndrimi i saj. Cili projekt? Projekti i Zvërnecit vlen për Shqipërinë. Po mirë, model të protestuesit, bashkohu me protestuesit për korrupsionin, për pabarazim. Ka të drejtë opozita të mbajë qëndrim sado qoftë ai i kritikueshëm ka qëndrimin e saj. O miku im, po dakord më ta mbaj qëndrimin e saj, po ka një gjë. Në thelb, ky qëndrim që mban opozita është në favor të opinionit apo jo? Jo, është në favor të protestuesve po thua. Po, është në favor apo të këtyre të rinjve. Ajo matet me votë. Si ka mundësi pastaj opozita nuk është në favor të këtyre protestuesve, ndërkohë që një pjesë e tyre shkojnë inkognito, shkojnë në turm. Tani, leadershipi po duhet të shkëputur nga realiteti, këtu pastaj ka një interes që ne nuk e dim, ma thoni ju. Pra është një dorë e zezë që i pagu të gjithë, edhe i thotë mbështete këtë projekt me sy mbyllur. Një projekt që nuk është projekt. Por mua se shikoj, shumë e bukur kjo. Almeri tha 2 kate. Më herët është thënë 8 kate. Më herët është thënë 4 kate. Më herët është thënë 4 kate. Jo. Më herët është thënë 4 kate. Dëgjoj, ka thënë Ivan Katram në deklaratë, më ka thënë një projekt 4 kate është kontestuar dhe ne po rishikojmë në deklaratë Ivan Katram. Shikon fatin e kësaj arbër se fatin e kujt? E protestës. Do mbaroj të hanën, ta them unë. Hanën mbaroj. Unë nuk e di, por realisht ka qenë një nga gjërat më të bukura që kanë ndodhur vendit në këtë periudhë kohe, pas protestës që kanë bërë studentët e mjekësisë, pas protestës që kanë bërë studentët. E bën studentët në atë kohë, ishte një mrekulli dhe një gabim zhduk për 4 javë dhe një gabim dhe më pas u kthye opozita me djegje mandatesh, se shumë keq që nuk u kthyen atë periudhë në një lëvizje më të madhe politike. Dhe fatkeqësisht opozita si u zhbë? Po sepse u zhbë me kalimin e kohës, opozita i la, nuk i mbështeti. A do ta ketë fatin e asaj proteste? Rreziku është, ka shumë variabla, siç ta thash, por apo do të rriqet Rama, si e shikon? Rama nuk e besoj të rriqet nëse nuk do jenë numrat atje. Por ka një gjë, protesta ka fituar, sepse ka mundur frikën, ka mundur si Partinë Socialiste, atë që është ka arritur më? Atë që është nga Partia arritur politikisht. Jo, atë që është nga Partia Demokratike që mos nuk del dot në shesh kundër Ramës se të ndodh hataja, e thyen frikën ata. Në çfarë bën Partia Demokratike? Në mund t'i thot bravo. Bravo për kurajon, i thot jeni shumë gabim, jeni projekti Sorosit. E kupton se çfarë është duke ndodhur? Rama nuk ka interes te kjo protestë. Rama nuk ka interes te kjo protestë. Ka zero interes. Rama ka zero interes te kjo protestë. Ditën e hën, kjo protestë nuk ka asnjë interes. Rama po. Asnjë interes. Delegitimohet opozita. Jo. Përkundrazi, Ramës i duhet një pozitë shpinë ndaj opozitës. Jo. Së Partisë Demokratike. Jo, Ramës i duhet një opozitë fortë. E çan opozitën mes. Ramës i duhet një opozitë fortë, sepse në fund të ditës kjo është një protestë që ai nuk e kontrollon dot. Ndërsa opozitën e dim shumë mirë, e kontrollon. Kjo është një protestë që ai nuk e kontrollon dot. Jashtë kontrollit. Është jashtë kontrollit. Jashtë kontrollit. Siç është emisioni. Beso mu, ore, dëgjoj të ndeshka. Ka njerëz afër PD-s që i kanë protestë më bërë. Ta them unë se i kam parë unë. Është komplet edhe njerëz afër Berishës që i ke atje. Ta them unë me bindje. Po. Është komplet, këtu është dhe e bukur dhe mangësia e kësaj proteste. Është një protestë e pakontrollueshme. Pra, nëse kishin vitet 90, një protestë që kulmoi me themelimin e Partisë Demokratike, këtu ke 50 rryma. Pra atë ishte më thjesht që kërkoj pluralizëm, duhej një parti e re opozitare, kishte ca parime tregut lirë. A do të lindi një shkëndij që do të prodhojë ndryshim politik? Nuk e besoj që kjo të shkojë drejt një partie të re politike, mbase nëse do të jenë të zot kryetarët dhe partitë e reja që janë prezente në terren, mbase mund të kenë një lloj rritje të zbehtë. Kjo dëmton dy partitë e mëdha politike ose i jep një mesazh
Për çfarë dëmton kjo Ramën fjala vjen? Dëmton sepse kjo është një protestë që vërteton shumë gjëra që partitë e mëdha i thonin. Pra që për Partinë Demokratike ka njerëz atje që s'kan qenë kurrë në protesta politike, madje e refuzojnë. Rama në burg, Berisha në burg. Pra ka njerëz që refuzojnë dy partitë e mëdha. Është një lëvizje në pjesën më të madhe, ja kemi edhe pankartën, mos e bllokoj unë. Pra, shumë njerëz atje po japin mesazhin e lodhjes me sistemin dypartijak, monopolin ose duopolin e përcaktimeve politike. A do të ketë një forcë të re, nuk e përjashtoj, po më duket shumë e vështirë nga mënyra si është kompozuar deri tani. Fati i protestës Gjoj, si e shikon? Unë mendoj që natyrisht me kalimin e kohës do të zbehet, por mesazhi që është dhënë në shoqëri, pra që nga këte tuti do të jemi më të gatshëm për të reaguar, besoj se është i qartë. Mendoj që dhe shpresoj që ka lënë në shoqëri një standard dhe një vetëvlerësim më të madh për gjithë secilin që e ka parë ose ka qenë atje. Pra ka dhënë thelbin e asaj që duhet ndodhë në një demokraci të shëndetshme. Çohu për veten tënde. Almer, fatin e protestës si e shikon? Për mua do kemi parti politike se ka një gjë. Përflitet që të hënën do krijohet një ka një gjë, duke ditur që është një protestë e cila ka për qëllim të bëjë një presion nga rruga e Edi Ramës, nga ata të cilët e kanë sjellë Edi Ramën mbushtetë dhe kontrollen për 30 vite që është fondacioni Soros, sepse Soros është një fondacion i cili ata që e njohin i kontrollon të gjitha mekanizmat. Sorosi të sjellën qeveri, Sorosi të bën opozitën. Pra Sorosi sot ka kush po ja bën opozitën Edi Ramës? E di kush po ja bën sot mediatikisht, ja bën Birni. Po ja bën reporter Pikal. Pra Birni është një institucion mediatik i Soros. Njerëzit që dalin aty në shoqëritë civile janë Soros. Njerëzit që promovohen në media janë Soros. Edi Rama nga ana tjetër është i Soros, por luan për interesa pushteti me Trumpin. Dhe ato njerëz aty janë të financuar direkt që Ramën ta trombi dhe të ulet të kthehet në linjën e vjetër politike, e cila është familja Soros. Unë nuk besoj që asnjë nga ata njerëz që mund të bëjnë parti politike 2-3 mund të synojnë Edi Ramën. Edi Ramën ka treguar historia politike në këtë vend dhe rezon vetëm Partia Demokratike, sepse është një parti që ka 500.000 vota, por e pa mjaftueshëm për të ardhur në pushtet. Këta djemtë e rinj aty do thyen, do çakehen, do urrehen me njëri tjetrin që tani kanë filluar të urrehen dhe të grindën. Që tani kanë filluar të flasin. Po në Hungari një val protesta shërzoi Orbanin. Ta dishin në Hungari, më dëgjoj vllajin, sepse në Hungari Orban e ka rrezuar Gjermania, që ta dish. Dhe këtu Gjermania ka një projekt që është brenda Partisë Socialiste që po merr jetë, por jo jashtë. Këto njerëz këtu jashtë nuk mund vi organizata e LGBTI-s të dalin aty dhe të rrezojnë duke tundur me nderën dhe të rrezojnë Edi Ramën. Kupton ti që këto është tallje. Nuk mund vinë organizatat që mbrojnë kafshë të dalin të rrezojnë Edi Ramën. Nuk mund të vinë organizatat që mbrojnë gratë e vetmura edhe çdo lloj transgjinore aty të rrezojnë Edi Ramën. Kupton ti këtu kush ka dalë? Janë të pamjaftueshëm sepse shoqëria nuk i pranon. Sorosi urrëhet në Shqipëri o zotëri, nuk pranohet. Dhe Soros shikohet si domen, si demon i cili sjell vetëm të këqija në këtë vend. Sjell shpërbërjen e kombit, shpërbërjen familjare, shpërbërjen e shoqërisë, nxit homoseksualizmin, promovon homoseksualizmin, nxit shkatrimin e pronës, shkatrimin e vendit, ka shkatruar në kaq vite me Rio Velin ka qenë Edi Rama në pushtet. Por tashmë Edi Rama për interesa pushteti është bashkuar me Trumpin. Këto i thonë ata, ktheu te ne, ktheu tek LGBTI-ja. Pra këtë po bëjnë ata. Këta nuk duan që Edi Rama të dalin nga vafa e tyre. Nuk ka qëllim. Fati i protestës është një fatkeqësisht i gjithë protestët të vend që marrin fund. Nuk prodhojnë asgjë. Mund të prodhojnë delirant politik që mund të hapin parti të reja, të cilët do marrin 0.0%. Një listë e re. Nuk mund të prodhojnë asgjë. Nuk janë shqiptarët kaq guximtar. Shqiptarët kur ka rrezuar bustin e Enverit, hapi pamje 10.000 veta kanë dalë shesh. Dhe të 10.000 ka qenë të orkestruar. E nisën në 90-ën protestën, studentët u bë president Sali Berisha. Kush ishte Sali Berisha? Vinte nga bloku, ish komunist. Tani ti mendon që këta të rinj të pambështetur të dalin të marrin këta drejtimin e Shqipërisë? Po kjo është narrativ idiot ama. Kjo është të qash se s'di çfarë të bësh.
Kjo është tip është ajo nëse bën 20.000 veta në shesh. Ka një gjë. Të bën edhe 50.000. Ore, Vučićit, ore këtu ka interesa, ore zotëri, këtu po luftohet me interesat amerikane. Interesat po prek interesat amerikane. Të lejo ka aty ke fondacioni Soros që po luftohet çdo vend të botës, po luftohet të prish ka interesat e shtetit amerikan të vend investimit amerikan divan nga Trumpit. Ore Donald Trump ka thënë George Soros është armik. Tani armiku lufton armikun tjetër, cili është Sorosi ndeshet në një betejë në Shqipëri me Trumpin. Dhe këta njerëz që keq përdoren aty, dorëzokan investimet amerikane. Unë mendoj që shumica atyre njerëz kanë për dalën grada, shumica do të triqet veshi. Pra, edhe nëse bëni parti politike, le ta bëjnë, janë të pamjaftueshëm për të qenë faktor politik që mund të sjellin ndryshim. Nuk e bëjnë dot. E morën partitë e reja më zotëri. Ai ishin aty partitë e reja? Çfarë ishin? Ishin veglat përdorura nga sistemi. Ta dish, ata njerëz që të cilët pjesa më e madhe organizative, të cilët janë të dalë aty me urdhër, janë njerëz që nuk dalin dot nga rreshti, sepse janë viktimët e ideologjive. Aty ka ideologji të ndryshme. Ndërkohë ka një pjesë qytetarë që janë të pakënaqur, që dalin sepse kanë gjetur mundësinë ku të përplasin dufin e tyre, janë bashkuar, por janë viktima të këtyre ideologjive sorosiste. Dhe këta njerëz nuk mund bëjnë asgjë tjetër veç të bërtasin në shesh dhe nuk sjellin asgjë. Zotëri, hajde, po. Unë jam dakord që ajo protestë të kërkohet në radhë të parë largimi i Sali Berishës, sepse largimi i Sali Berishës sjell një lider të ri dhe Partia Demokratike sjell ndryshimin, sjell dhe marrëdhënie me ndërkombëtarët, por mos sjell mua dalin ca protestuesë aty thon mos investojmë në Shqipëri, mos të zgjerojmë investimet të huaja në Shqipëri. Çfarë do që të sjelli protesta, aty nuk do bëhet një parti politike. Ore, ne shqiptarët nuk kemi planuar kur njëri tjetrin. Dhe aty nuk do bëhet një, aty mund bën 3-4 parti, se ka delirant pafund që mendojnë që vlen. Ti mendon 4-5 parti politike, disa parti politike janë aty, 3-4 janë të regjistruar. Do regjistrojnë edhe 4 tjerë. Çfarë do marrin? Thjesht do delirojnë për qenë politikanë. Asgjë s'bëjnë asgjë. Almer të falenderoj, Arber të falenderoj, Gjoj kënaqësi që të kisha. Faleminderit. Të nderuar televizionistët, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.